Mirëdita të nderuar shikues të emisionit Randevu. Sot, derisa po vija në punë me taksi, për në emision natyrisht, në shkëmbim të disa fjalëve me një taksist, pa e pyetur fare mu drejtua. Taksisti më tha, tash për 3 minuta ku do në Prishtinë nga qendra i dërgojmë pasagjerët. Unë shikova çuditshëm dhe e pyeta pse çka ka ndodhur. Ai mu përgjigj, s'ka komunikacion të dendur për shkak se njerëzit kanë ikë. Deri në atë moment një gjë e tillë nuk e kisha vërejtur, por vërtet në destinacion arrita më shpejt se herave të kaluara. Në fakt, këtë që ne tash po e ndjejmë është si pasojë e migrimit masiv të shqiptarëve të Kosovës periudhën e fundit. Javën që po lëm pas, kjo ishte temë kryesore, apo më mirë të them, temë që ka tronditur jo vetëm Kosovën, por edhe më gjerë. Është ikja masive e shqiptarëve të Kosovës drejt Hungarisë dhe nga Hungaria në shtetet evropiane. Por çfarë po ndodh realisht me shqiptarët e Kosovës, të cilët marrin valixhet në krah dhe nisën në një rrugë pa destinacion të saktë? Është çështje ekonomike ajo që i shtyn të ikin? E kanë parë përfundimisht se në këtë shtet nuk ka të ardhme për fëmijët e tyre, apo po ikin sepse kjo është politik me paramendim me Bashkimit Evropian për të shtendosur pakënaqësitë sociale në Kosovë, natyrisht në Kosovën e dërmuar ekonomikisht dhe politikisht. Apo edhe një çështje tjetër është se çfarë është ndoshta edhe më e keqja e gjithë kësaj, shqiptarëve të Kosovës ju ka thyer shpresa për gjithmonë, prandaj kanë marrë valixhet dhe po ikin drejt Evropës. Këtë temë e cila vazhdon të jetë aktuale gjatë gjithë kësaj jave do ta analizojmë sot në studio me 5 mysafirë të fushave të ndryshme. Ekskluzivisht sot do ta kemi edhe një inkuadrim të një triu kosovar me telefon natyrisht, i cili ka ikur përmes Serbisë në Hungari dhe nga Hungaria në Gjermani. Atë do ta inkuadrojmë pra me telefon dhe do të mësoni saktësisht se si bëhet rruga nga Kosova drejt vendeve evropiane. Por fillimisht të nderuar shikues, ne do ta ilustrojmë këtë egzot të shqiptarëve të Kosovës, i cili ka bërë përshtypje edhe mediave ndërkombëtare me disa pamje. Do ta ilustrojmë me kronikat të cilat janë transmetuar gjatë javës në radio televizion Nisëni, por edhe me pamje amatore të gjiruara nga qytetarët, të cilët kanë qarkulluar natyrisht pra, që kanë qarkulluar në rrjetet sociale. Kemi edhe kronikat të Evropës së Lirë, zërt të Amerikës, por edhe pamje të televizioneve hungareze dhe franceze. Të nderuar shikues, para se të nisim transmetimin e kronikave, unë ju ftoj që të na ndiqni në faqen tonë në Facebook. Si e komentoni ju ikjen e kosovarëve të bashkëdhetarën tanë, të nderuar shikues? A ju shqetëson ky egzot masiv i qytetarëve tanë? Pra, futuni në faqen tonë në Facebook, Randevu Vilnice, RTV Nisëni, po shihni edhe në prapave intime, edhe komentoni. Po e nisim këtë rrëfim me kronikën e kolegut Fatmir Aliu, se bashku me kameramanin Kushtim Kçiku, të cilët me 3 shkurt kanë qëndruar në stacionin e autobusëve në Prishtinë. Turma njerëzit të dëshpëruar, të cilët mësojnë autobuset për të zënë një vend dhe për të ikur jashtë Kosovës. Vetëm këtë natë, siç raportojnë kolegët tanë, nga stacioni i autobusëve në Prishtinë janë nisur 12 autobusë të shtrëmbushur drejt Mërdarës. Allah di që shko me të shko rruga. Allah veç me së më mujë, se më thëmije më gru një së iki pishtë, më as 2 minuta së 3. Këtë zirë bilet? Bilet, ja, halo. Shtë? Buzhë me mo, s'ko. S'ko bileta? Dhe i ku s'ka bileta? Dhe më 10-in. Dhe me 10 bu. Deri me 10. Plus edhe veterani luftës, ku gjëjnë s'ko. Ky burr, veterani luftës, po pret që të gjejë një bilet për t'i hipur njërit nga shumë autobuset që do të nisen për në Beograd. Të njëjtin hall kishin edhe 10 të tjerë që kishin dalë në stacionin e autobusëve në kryeqytet për të marrë rrugën e Kurbetit. Jashtë ndërkaq sa vinte shtohej masa njerëzve që kanë plan të njëjtë, sepse kërkesa po del të jetë më e madhe se sa oferta për transport. Ata që kishin rezervuar me kohë ishin grumbulluar në peron dhe prisnin që të mos humnin kohë kur të vjen autobusi. Një djalë nga Lipjani sapo ishte kthyer nga Hungaria, pasi e kishin mbajtur 6 javë në burg për shkak të kalimit ilegal të kufirit. Sa pe aeroportit e erdha çto. Ai rrëfen se kishte marrë rrugën me autobus si qindra të mbledhurit të martën në mbrëmje në këtë stacion autobusësh, edhe që pas 2 ditësh kishte arrit në Budapest, por aty e zuri policia. Jam dal me 18-in 10 orë jam nis këtu, me 20-in më kanë zonë 10 orë. Por edhe pse ndeti 6 javë në burg, thot se prap do t'ja mësy për të ikë nëse nuk i përmirësohet mirëqenia. Ky smet që s'ka kur gjon këtu që s'ngjoj, po unë do të më provova vetë, s'kem çare. S'kem shumë më vonë.
Pasi nisën të largohen autobuset nga stacioni i kryeqytetit, të njëjtit morën rrugën për Merdar. Në këtë pikë kufitar u bën kolon 12 autobus që të gjithë përplot. Policia në pamundësi të ndaljes së këtij fluksi të njerëzve vetëm sa kontrollonte nëse dokumentet e identifikimit i kishin në rregull dhe të paskaduar. Para portës kufitare ndërkaq një turmë njerëzve priste të kalonte në këmbë kufirin për në Serbi, me shpresë që të gjejnë ndonjë mjet transporti për të vazhduar tutje për Subotic e më pas për Hungari, si shpjegonin ata. Pasojat e këtij migrimi masiv tashmë kanë filluar të ndjehen në shoqërinë tonë dhe këtë dëshmon rrëfimi për shkollën Hilmi Rakovica në Prishtinë. Lot, dhimbje dhe ndarje. Kjo pasi 80 nxënës lëshuan shkollën për të migruar ilegalisht bashkë me familjet e tyre. Shoqet e klasës i përcollën me vaj e lot. Është kjo kronika e gazetares Fitore Ademi. Këto dy nxënëse të përlotura me familjet e tyre do ta braktisin Kosovën në kërkim të një jete më të mirë në ndonjë vend në perëndim. U thoshin shokëve dhe shoqeve të tyre në shkollën Hilmi Rakovica se kur nuk do t'i harronin. Edhe mësuesen e klasës e tradhtuan lotët. I përqafonte vajza derisa i uronte rrugë të mbar. Në shkollën Hilmi Rakovica në Prishtinë, pothuajse çdo ditë fëmijët dhe mësimdhënësit po përjetojnë atmosferë të këtij. Është nxënësi 5 që shkon në paralelën time, që 5 vite jemi bashkë, thuj se jemi si një familje. Kështu që në vërtet jam e shumë emocionume. Më falni, po... Drejtoresha e shkollës Zana Zeqiri bën të ditur se deri më tani mbi 80 nxënës kanë braktisur mësimin për të migruar ilegalisht me familjet e tyre. Presim mbështetje për institucioneve, të shumta institucioneve, në këtë rast atyre komunale dhe qendrore me boqmos që na i kthejmë nxënës, na i kthejmë fëmijët tonë në bankat shkollore, thjesht që të vazhdohet procesi mësimor. Në komunën e Prishtinës janë evidentuar rreth 1000 nxënës që kanë migruar me familjet e tyre. Nuk e dim se a do të kthehen këta fëmijë përsëri, nëse do të kthehen, kur do të kthehen dhe çka ka ndodhur gjatë periudhës sa këta nuk kanë qenë në bankat shkollore. Është momenti i fundit që vërtet të ndërmirret diçka dhe të trajtohet me shumë seriozitet dhe urgjencë situata në të cilën ndodhemi. Ndërsa në shkollat fillore dhe të mesme të Kosovës, deri para 2 ditësh, Ministria e Arsimit evidentoi mbi 5200 nxënës që braktisën mësimin për të migruar në perëndim. Me rastin e përfundimit të gjysmëvjetorit të parë, me 19 dhjetor të vitit kaluar, që kjo shifër ka qenë 1300 nxënës, po duke pasur një trend i migrimit të familjeve dhe kryesisht me fëmijët e tyre, e prindërve mund të them me fëmijët e tyre, domethënë është vërtet kjo dukuri, edhe ne kemi hulumtuar këtë çështje për të pasur sa është ky numër, edhe mbas të raporteve komunat që kanë ardhur, kjo shifër ka rritur në 5200 nxënës. Shifër që janë shumë shqetësuese për institucionet arsimore, për Ministrinë e Arsimit, pavarësisht që institucionet qendrore po bëjnë gjithë një apel që të ndalet migrimi, kjo shifër është e lartë. Për këto ikje masive përmes rrugëve ilegale, shqetësim shprehu edhe koalicioni për mbrojtjen e fëmijëve. Qëndrimet e gjata nëpër kampe, gjitha këto ndikojnë direkt në shëndetjen dhe mirëqenien e fëmijës. Dhe duke u bazuar pikërisht në mirëqenien e fëmijës, ne si koalicione kemi shpreh brengën tonë dhe ju kërkojmë në mënyrë emergjente të themi institucioneve shtetërore që të marrin masat e duhura. Ne kuptojmë se situata e krijuar është me të vërtetë e vështirë për të menaxhuar, por bara kryesore për të menaxhuar me këto raste ju bjen institucioneve të shtetit. Një anketë e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për zhvillim ndërkombëtar tregoi se deri në 25% e qytetarëve të Kosovës janë të interesuar për të migruar ose kanë plane të tilla. Migrimi masiv dhe imazhi i Kosovës. Çfarë po ndodh realisht me shqiptarët e Kosovës, të cilët marrin valixhet në krah dhe nisen në një rrugë pa destinacion të saktë? Është çështja ekonomike ajo që i shtyn të ikin?
e kanë parë përfundimisht se në këtë shtet nuk ka të ardhme për fëmijët e tyre, po ikin sepse kjo është politik me paramendim e Bashkimit Evropian për të shtendosur pakënaqësitë sociale në Kosovën, e dërmuar ekonomikisht dhe politikisht, apo çfarë është edhe më e keqja gjithë kësaj, shqiptarët e Kosovës ju ka thyrë shpresa për gjithmonë, prandaj kanë marrë valigjet dhe po ikin drejt Evropës. Por këto pamje tronditse të ikjeve masive, çfarë imazhi sjellin Kosovës? Si do të ndikoj kjo në liberalizimin e vizave, apo kthejnë pamja e Kosovës në mediat ndërkombëtare, sikurse në vitin 1999, por kësaj here më ndryshe. Këtë temë do të analizojmë sot në studio me 5 mysafir. Në anën time të djathtë është profesori universitar Muhamet Kelmeni, profesor Biser në studio. Në studio me mua është Ekrem Tahiri nga kompania për marketing PR Solution, e cila dhe kjo kompania dhe ka bërë, do më thënë, atë reklamën e famshme The Young Europeans, mirë se erdhe Ekrem në studio. Mirë se gjej, faleminderit. Në anën time të majtë është Bajrush Morina nga portali Bota Press, mirë se erdhe në studio. Faleminderit për ftesën. Shqipe Pantina, deputete e lëvizjes Vetëvendosje, mirë se erdhe në studio. Faleminderit. Si dhe Avni Mazrekaj, njos i Integrimi Evropiane, mirë se erdhe në studio. Por shumë kush po shtron pyetjen, nderuar shikues, cilat janë arsyet kryesore që ka shtyrë shqiptarët e Kosovës të lënë shtëpitë, pasuritë, të marrin familjen dhe të ikin larg këtij vendi. Padyshim se faktori numër 1 është gjendja ekonomike. Dikush tjetër thotë se ngërshi politik 6 mujor që ishte në Kosovë ka acaruar qytetarët. Për ngjarjet e fundit në Kosovë, përfshirë edhe migrimet masive të kosovarëve, zëri i Amerikës në gjuhën shqipe ka bërë një kronik përmbledhëse. Dhe ne do ta transmetojmë këtë për të futur në këtë diskutim. Qindra e qytetarë të Kosovës përpiqen çdo natë të sigurojnë një vend në një nga autobusët e parkuar në stacionin kryesor të autobusëve në Prishtinë, që ata shpresojnë të çojnë drejt një jete më të mirë në vendet e Evropës perëndimore. Të nderuar shikues, pra ishte kjo kronika e Zërit Amerikës, një kronik përmbledhëse për gjendjen aktuale politike dhe ekonomike në Kosovë. Para se ta nisim diskutimin, unë ju ftoj që edhe një herë që të komentoni në faqen tonë në Facebook Randevu Vilniuse RTV Nisteni. Ne kemi edhe një pyetje të cilën e kemi postuar aty poshtë. Cila është arsye pse po ikin kosovarët dhe si ju e ndjeni këtë ikje të bashkëdhetarëve tanë. Ne kthehemi diskutimin në studio ku sot pra këtë temën për migrimin masiv dhe imazhin e Kosovës do ta diskutojmë në 4 teza. Teza e parë ka të bëjë me pse po ikin kosovarët, teza e dytë çështja e liberalizimit të vizave, si ndikon ky migrim masiv në liberalizimin e vizave për kosovarët. Teza e tretë është çfarë imazhi po krijojmë ne si Kosovë me këto pamje që po i shohim, si dhe teza e katërt, hapa që duhet ndërmarrë ne si shoqëri, por edhe qeveria e Kosovës për ta ndaluar këtë migrim masiv. Po ndalim te pjesa e parë. Pse po ikin kosovarët? Profesor, këto pamje që shikuam, këto kronika që shikuam më herët, sikur mund duket shumë akoma nuk po mund të besoj pse po ndodh kjo kur ne tashmë kemi shtetin tonë. Pse po ndodh, profesor? Më faleminderit për ftesën dhe ju përshëndes për organizimin e këtij takimi këtu, ose kësaj të trembullat ku të bisedohet për çështje të tillë. Është një çështje e dëmshme që kosovarët për fat të keq që 2000 vjet dhe shqiptarët në përgjithësi e përcjellin situatën e tillë. I ka ndodhur që në kohën e humbjes së pavarësisë e lirisë deri më sot, që kohë pas kohë për shkaqe të ndryshme ekonomike ose politike, shkaqe të dhunës, terrorit, shkaqe sociale të tjera të ikin. Pra ne unë kam një mirë kuptim për qytetarët tanë të cilët pëlqejnë Kosovën dhe po fillojnë rrugën të cilët nuk e njohin fare se ku po shkojnë, nuk e dinë si çfarë qëndrimi do të kenë atë, a do të rrinë apo nuk do të rrinë. Nuk kam pas fat që të punoj 10 vjet me qytetarët tanë në çështën e azilit politik dhe njoh fort mirë punën se si dhe kur mund të fitoj dikush në të drejtë të tillë. Në anën tjetër duhet të them thjesht dhe qartë se ikja masovike shqiptarëve të tillë ka të bëjë me një gjendje të cilën ne që nga viti 99 me njërë pas qërimit e deri më sot e kemi ndërtuar në kuadër të shoqërisë Kosovës. Ka filluar me Unikun, i cili ka pas një politikë krejtësisht antikombëtare, antishqiptare, ka instaluar qeveri dhe mjeta dhe njerëz të cilët kanë qenë antishteti dhe s'kan diçka shteti. Ka shkuar pastaj nëpërmes ndërtimit të qeverive të ndryshme të cilat nuk kanë marrë me problemet e Kosovës. Ka pas probleme në fushën politike që kanë krijuar qeveritë. Do të thonë është një grumbullimi të gjitha problemeve, me një mund ta themi grumbullimi problemeve politike, grumbullimi problemeve qeverisë,
ekonomike, sociale, të rendit sigurisë, tërësisë territoriale, suverenitet shtetëror e tutje. Po, sepse çdo ka një moment të caktuar të shpërthimit të tillë. Shpërthimi i tillë nuk mendoj se është rezultat i një veprimi të mbrëmshëm të Kosovës, të masave, ndonë që qeveria e Kosovës ka për detyrë të delë dhe të tregojë faktorët që kanë ndikuar në shpërthimin e tashëm. Unë mendoj se është një plan ose një veprim i organizuar, i planifikuar nga faktorët të ndryshëm të mbrëmshëm. Natyrisht edhe Serbia në këtë merr pjesë së bashku, po është dikush tjetër krejtësisht mbrapa që qëndron kësaj vëmëtarie, faktori jashtëm drejt përse drejti do të akuzoj. Për shkak të problemeve të mëdha në Ballkan që mund të krijojnë lëvizje të mëdha sociale dhe pakënaqësitë në rrugë, demonstratat, manifestimet, ku shqiptarit janë të ndarë në 6 shtete dhe natyrisht është anomalia më e madhe për të pritur dikush në botë, pavarësisht kush jetaj, që do të dakordohen shqiptarët me situatën aktuale. Që mund të jetë teori konspiracionit, profesor. Mirë, teori konspiracionit, po më për thëmë faktorit. Po? Të thëmë faktorit dhe pasaj shkojmë në do dikuram atutje. Se dyti mendoj une, këtu është faktori kryesor që na jep me kuptuar këtë çështje, është mos interesimi i qeverisë së Kosovës fare për gjetjen e mekanizmave të shpejtë në drejtim të ndërprerjes së kësaj lëvizje drejt perëndimit. Së dyti, lirimin e madh të cilën Serbia e bën me kaluar qytetarët tanë kur ne i dim faktorin serb dhe qeverinë e Beogradit se si cilët me qytetarët shqiptar kudo, hapjen e kufirit në Hungari dhe mënyrën e qëndrimit në vende të ndryshme kur dihet se asnjëri s'do të gëzon azil politik, por qëllimi është krejtësisht menjanimin i masë të gjerë shqiptarë nga terreni i shqiptarëve në hapësirën ballkanike, në mënyrë që situatat e tilla të rrezikshme shpërthyese, sepse bëhen analizat e tilla, të kalohen dhe pastaj gradualisht shkallë, dikush qëndron, dikush kthehet dhe të ketë kontroll. Duhet ta them një fjali thjesht. Qëllimi është se Ballkanin duhet me majt nën kontroll të tillë sepse nuk shkon në interesin as faktorit evropian, as NATO-s, as SBA-ve, as kujt për me pas një lëvizje e cila është e pa kontrolluar dhe jashtë kontrollit qeveritar. Si përfundim, ju po thoni, profesor, që kjo po ndodh për një arsye dhe këtë e kanë bërë ndërkombëtarët. Unë po them se këtë e kanë bërë faktorët të ndryshëm, të mbrëmshëm, përfshirë ndërkombëtarët. Të mbrëmshëm dhe të jashtëm, përndryshe çdo kush duhet të vjen në përfundim se si do të hapet kufiri me Hungarinë, pse hap kufirin Bullgaria që të kalojnë qytetarët tanë në Bullgari, pse lejohet ky tolerim kaq i thjeshtë në kalimin e tillë, kur ne dim se, ta them një shembull konkret të Unionit Evropian dhe Gjermanisë aktualisht që është, ku shkohet deri atje që të nxjerrët ligji, që në qoftë se mendon ndonjë qytetar i Gjermanisë, i Austrisë, i Francës, i Hungarisë, i Belgjikës, për të shkuar në vendet arabe me punuar diçka atje ose me luftu, duhet të burgosë. Domethënë me mendu danohet. Pra shtrohet pyetja, a kemi fakte në të mjaftueshme edhe qeveria e Kosovës ka të mjaftueshme? Nuk ka kvori fakte të mjaftueshme policia e Kosovës? Nuk ka oleksi faktet mjaftueshme në këtë drejtim se është duke kryer një krim dhe atë shumë bukur i organizuar nga faktorët të ndryshëm të brendshëm të jashtëm në drejtim të hapjes së perspektivës së tillë. Dhe unë ne po them, çështja është kryesisht tek problemet të brendshme që ka vendi. Problemet politike, ekonomike, sociale, shoqërore, territoriale. Dhe kjo po ndodh për shkak të një tendosjes, domethënë sociale, për ta bërë një shtendosje sociale. Kjo unë sapo e kuptoj, i kanë bërë ndërkombëtarë dhe faktorë të ndryshëm që po e thonë. Zoti Korab, asnjë popull në botë nëse ka 70% njerëz të papunësuar, asnjë popull në botë nëse ka një ndihmë sociale 40-60 euro në muaj, që jeton me një njeri të një 30 cent, nuk mund të presë se sot nuk do të ketë pakënaqësi në rrugë. Nuk mund të presë se nuk do të ketë protesta dhe demonstrata. Pra nena qytetarët e Kosovës dhe shqiptarët në përgjithësi, jo vetëm në Kosovë, por në Shqipëri dhe në Maqedoni, nuk ginë për shef çdo kund tepër shumë presin në drejtime të tilla. Dhe kjo mund të marrë ditë që të çoj dhe natyrisht faktorin ndërkombëtar ka interes. Po, të ndërlidhem me zotin Bajrush. Zoti Bajrush, ju cili mendoni që është faktori kryesor për këtë migrim masiv të qytetarëve tanë? Profesori e tha, domethënë janë disa faktorë, janë ata ndërkombëtar që kanë bërë me qëllim, domethënë kanë hapur kufit. Ju personalisht? Të vërtetën e këtij migrimi, më së miri e din vetë këta qytetarë që po largohen, ndërkaq që ne pa dashur të relativizoj rëndësinë e debateve përfshirë dhe vetë Kuvendin e Kosovës, që sot është përfshirë një debat tillë, mund të japim mendime personale, mund të japim mendime kolektive, politike, mediale, por e vërteta e këtij migrimi qëndron në shpirtat e këtyre
familjareve, të vegjël, të cilët po largohen nga Kosova. Cili mund të jetë? Unë nuk dua të jem dhe nuk mund të jem indiferent para këtyre pamjeve, por unë dhe familja ime, por edhe shumica, ose mund të jem gjysma e popullatës Kosovës, migrimin dhe shpërnguljen e kemi përjetuar 15 vjet më parë në forma të ndryshme, madje tepër të egra. Ai është migrim, kemi ikë për shkak të dhunës. Faktin, por procesin si migrim, unë e kam përjetu dhe unë e di se si kalohet dhe si largohet dhunë shumë nga vendi. Këta qytetarë që përlargohen nga Kosova, këta janë një grup njerëzësh, ose mund të quaj figurativisht një grup zogjësh të trazuar, të cilët lirin tashmë e kanë konsumuar si ushqim, ndërka që pavarësin e shohin se është një meny e zbrast, e thaut. Pra, këta grup njerëzësh kanë akumuluar në shpirtët e tyre, tash e sa vjet shpresën se një ditë do të bëhet mirë dhe e kanë shpenzuar këtë shpresë, janë ngopur me këtë lirin të cilën kurse kanë shiju në masën, cilën e kanë dashur dhe kanë ndru, dhe e kanë gjetë të vetëm në rrugë të prosperitetit të tyre familjar edhe personal, migrimin në vendet evropiane. Pra, unë nuk duhet të arsytoj këtë proces, por duhet jemi më realist dhe unë nuk i dua të jem pjesë e asaj shtrese që e vajton këtë proces të migrimit. Për shkak se, historikisht, shqiptarët janë shpërngul, madje edhe në forma shumë ategra. Thjesht janë detyru të largohen nga Kosova, por gjitha këto kanë qenë degë të shkëput të radhunshëm, por që trungu ka mbetur pikërisht autokton, do më kemi mbet ne këtu. Jemi shpërngul, po nuk duhet bëj krahasime, por jemi shpërnguar më shumë se 500.000, mbas edhe 600.000 shqiptarë në vitet gjatë kohës luftës. Por u kthyem në mënyrë masive po ashtu dhe e befasuem Evropën si është e mundshme që shqiptarët, madje edhe pa kul mbi kokë, në një situatë dhe në kushte jashtëzakonisht këtë më të këqija se që janë sot. Por unë dua të tërheq vërtetën të një gjë. Të shohim cila shtresë e shqiptarëve po migron. Po. Janë të gjitha shtresat. Jo. Po, ky është mendimi im. Në këtë grup të njerëzve që po largohen, nuk ka vëllezër të ministrave, të deputetëve, të qeveritarëve, nuk ka familjar të kryetarëve të komunave, nuk ka familjar të biznesmenëve që zhvatin Kosovën në forma më të ndryshme, por sepse kjo kategori e familjarëve, e vëllezërve të qeveritarëve, njerëz të shkolluar që s'kan perspektivë. Kjo kategori kanë krijuar në këtë Kosovën, e tyre kanë krijuar kushte për miqënie për një jetë normale. E dyta, kjo kategori nuk është e atyre shqiptarëve të cilët janë pjesë e 30% që jetojnë në varfëri ekstreme. Për shkak se jo se nuk duan të largohen, por s'kan kushte dhe ata nuk kanë mundësi të huazojnë para, sepse gjysma për këtyre po shkojnë me borxhet. Pra kjo kategori, jo se nuk duan të largohen nga Kosova dhe jo se nuk duan të jetë një jetë më normale, por nuk kanë kushte materiale të largohen nga Kosova. Pra kjo kategori, për mendimin tim, është ajo kategori që po rrezikohet të shkojë drejt një kategorizimi të rasteve sociale, drejt një mirimi social, për shkak se që 15 vjet, ose më mirë themi, prej pavarësisë Kosovës së tutje, nuk po mund të durojnë këtë formë të jetës prej muajt në muaj, dhe kjo kategori madje vetë fakti se ka dhe njerëz që janë të punësuar, por të cilët me borxhet e tyre që kanë krijuar në përpjekjet e tyre për të mbijetuar, nuk po mund të arrijnë dhe thjesht nuk duan të jetojnë më kot jetën sot për nesër. Pra, nëse shihet dhe nëse bëhet një analizë e kësaj kategorie të qytetarëve, për mendimin tim, këta janë njerëz të cilët e para nuk bën të mallkohen. Ne do të flasim gjëra se këta në punoj prishin problemet të liberalizimit të vizave, absolutisht nuk është e vërtetë. Këta ndoshta mund ta shpejtojnë procesin e liberalizimit të vizave. Pra nuk bën të mallkojmë na këta. Na tre kemi ekspertin në çështje europiane, mund ta diskutojmë më vonë. Kjo kategori njerëzve nuk bën të vajtohet, sepse këta po shkojnë për një jetë më të mirë dhe t'jeni të sigurt se këta do ta duan Kosovën, njësoj siç ne që po rrezikojmë të mbetemi me shpresën se një ditë do të bëhet mirë. Pra, kjo kategori e njerëzve, përfshirë këtu edhe student, edhe ekspert të fushave të ndryshme, përfshirë mjek, përfshirë njerëz të punësuar, të cilët vërtet kanë një vit pa pagesë ose që janë larguar dhe nuk do të thënë më, këta po bëjnë luft me jetën e tyre për një prosperitet më të mirë dhe këtë prosperitet, jam shumë i sigurt, ata do ta përkthejnë në një të mirë të ardhmet të Kosovës, sepse për mua
Pra po them, nuk dua të relativizoj, edhe unë jam ndjej dhembje kur shoh pa me tilla, por përpjekjet për politizim të këtij procesi, për fajsim e shtojnë edhe më shumë dhembjen e kësaj tragjedie që për këtë ditë po ndodh, por që pra po them, për mua do të jetë shumë e dhëmshme, do të bisedojmë sigurisht të ardhmen, sikur kjo kategori të kthehet në qershorën Kosovë. Atëherë Kosova do të jetë një bombë shumë e rrezikshme sociale. Përndryshe tash e maksimumi që mendoj se mund të jetë zbrasën. Ata të cilët e kanë merë dhe marrë me këtë çështje dinë edhe shumë bukur se si duhet veprojnë në kthimin e tyre. Unë lutem dhe i bëj apel qeverisë Kosovës që të mos i kthejë me njëherë sepse ka njerëz Kosovës nuk mundi të më kthejë. Po, jo, edhe i kthejnë evropianët. I kthejnë evropianët nëse ata duan marrin vetim, por nëse do të kthehen. Dhe ata do bëjnë një plan të paracaktuar që ti dhe unë shumë pak do e ndëgjojmë kthimin e tyre. Profesor, ne mund të kemi teori të ndryshme. Jo, kështu ka ndodhur kaluar këtu puna. Për mendimin tim, po u kthyen këta me borxhe dhe mëdha të cilët secili prej tyre ka hyrë në Kosovë para se të niset. Ata do të krijojnë një krizë dhe një bombë sociale shumë të rrezikshme për vendin. Është edhe frikë kjo që po largohen për Kosova, por njerëzit thjesht e duan një prosperitet, një jetë e tyre për familjet e tyre, për fëmijët e tyre dhe unë ju lus, leni njerëzit një herë të shfryhen, le ta hekin, maksimumi profesor që mendohet që mund të largohen nga Kosova janë diku rreth 3% e popullatës. Por 3% e popullatës nuk e rrezikon kombin dhe nuk e rrezikon çështjen tonë ekzistencës në këtë problemi të 3% që 2% që 1%. Kjo është mendimim. Në rregull, po, Shqipe. Nuk pajtohem se na nuk duhet bëjmë diçka që t'i parandalojmë dhe t'i ndalojmë ta njerëz të ikin përkundrazi. Edhe vetëm 2 familje nëse ikin, duhet jetë shqetësim për ne. E para, kjo që po ndodh tash dallon shumë prej atyre largimeve në mas që ka ndodh vitet më hershme, përfshi këtu vitit 99 apo më herët. Dhe dallimi është kogjo thelpsor, përderisa në atë kohë janë dëbuar këta qytetar, bile dhe me dhunë, sot po ikin, sot vetë po i mbushin çantat me çka ju kanë bërë në shtëpi, me ato pak rroba që kanë dhe bile edhe po shesin atë pak pasuri që kanë mund të trashëgojnë për të ikë mënyrë vullnetare. Tashti, problemi është paknatësia. Janë shumë të paknaqur, te i masë të paknaqur, deri në shkallë të dëshpërimit me situatën jo vetëm ekonomike, por mendoj unë edhe politike në cilën po ndodh. Janë 3, pastaj unë mendoj se duhet për të ardhur deri te një zgjidhje se si mund t'i qasim këtij problemi, duhet mi pa edhe disa çështje tjera. E para, çka solli deri te kjo paknaqësi e tyre? Ne nuk u zgjum një ditë brenda natës edhe menum se sot unë jam me paknaqur me këtë situatë edhe hajt po iki prej vendit. Kjo paknaqësi është akumuluar me vite. Sidomos që nga pas lufta dhe veçanërisht pas shpalljes së pavarësisë. Sepse me shpalljen e pavarësisë pritjet ishin aq të mëdha se më në fund se ankesat nga klasa politike atëhershme kanë qenë se ne nuk po kemi kompetenca për me u marrë me çështjet, për me zgjidhjen e problemeve, ato i ka unë miku dhe gjithmonë e kemi pasur mikun si fajtorin në rezervë, cili nuk du ta shpajsoj, natyrisht se ka pas faje të mëdha. Por kur elita jonë politike, leadershipi murë në dorë qeverisën, e fakt kritë që ka menduan fillimisht dhe po vazhdojnë fatkeqësisht, ishte pasurimi i tyre dhe familjeve të tyre. Unë këtu pajtohem me zotrin Morina se po klasa politike nuk ka menduar, as nuk ka menduar se lemo që nuk është përpjekur për të gjetur një zgjidhje në mënyrë që të krijon një ambient që qytetarët të gjejnë ndoshta edhe vetë perspektiven e tyre, duke hap vende pune, duke u angazhuar në format e ndryshme. Çështja e dytë është, vetëm më lejo të lutem ti përmeni këto 3 çështje. Çështja e dytë është pse po lejohet, kush po lejon bile dhe po e lehtëson këtë proces të ikjes. Përderisa në të kaluarën, unë kam udhëtuar si studente, kam studiuar në Grac dhe më ka rarë shpesh të udhëtoj me autobus, edhe përmes Serbisë, për të shkuar në Grac. Unë minimumi një 3 herë jenë dalë dikun. Jo vetëm në kufi, por edhe gjatë rrugës, momentin që ka qenë një autobus që është ditë që vjen prej Kosovës, të ka ndalë policia për të kontrolluar dokumentat. Jo vetëm a ke letër njoftim, po a ke pasaport, a ke vizë. Jo vetëm në Hungari, edhe në për Serbi. E sidomos, do më thonë, është dashnë atë kohë me i kalu disa kufi. Në Hungari ka qenë një kufi, do më thonë, i ashpër i mbyllur. Absolutisht. Do më thonë, unë atë kohë kam qenë studentë dhe zakonisht kam udhëtuar me çanta shumë, se duhet libra, edhe shpesh herë,
më kujtoj që udhtoja me shumë bashkëdhetar që merrin edhe speca mish me veti ku diune, shpeshherë policia na i ka hek gjithë çantat i ka qit poshtë për të kontrollu edhe mos ka ndonjë të fshehur, ndonjë individ të fshehur i cili don me kalu ilegalisht kufirin. Sot para syve të policisë, bile, edhe me ndihmën e policisë, ne kemi pa filmime, kur policia vet i shoqëron këta qytetarë për ta kaluar kufirin. Kështu që pyetja tjetër, pse po ndodh kjo? Pse po lejohet? Dhe çështja e tretë është kush po përfiton? Këtu dikush po përfiton nga kjo ikje. Po, sepse deri më tani, sipas një shifre, ata që me krim të organizuar, që po e varfrojnë këta qytetarë dhe ato pak pare që ndoshta e kanë shit diçka për me i bon, ndoshta dhe kanë hyrë bosh, po i merë dikush për të pasuruar, dhe ndoshta pajto me profesorin që ka dhe përfitus tjerë. Kjo ikje, si është e mundur që gjithë vetëm shojnë edhe bojnë se hirë në këtë proces dhe askush, asgjë nuk po thëtë përveç deklaratave, cilat shpeshherë nuk jenë bindse, të disa prej ambasadorve që thonë që ne atyre qytetarve nuk do t'ju pranohet azili. Shumica atyre qytetarve nuk shkojnë me qëllimin me kërku azil. Shkojnë me qëllimin me gjetë një punë edhe me i regullu edhe dokumentat. Mirë po deklarën... Pa marë azil nuk mundesh me... S'mund t'jetojnë, s'mund të marë drejtën e qëndrimit. Mirë po, ekziston me gjithatë një dritare, edhe nëse i shojnë me vëmendje deklarimet e ambasadorve, ose të zyrtarëve tjerë, lihet një dritare për të mendu flitet që ndoshta 10% tyre, ose një numër, flitet numra që ndoshta edhe do të mund t'ju pranon. Tani se cilin nga këta që shpreson që aj do t'jetë, që aj personin brenda qëti 10% të cilit do t'i pranon ndoshta dhe azili, apo do t'a gjej një zgjidhje në mënyrë që të qëndroj sa me gjatë atje. Deshta ndërlidhëm edhe me ju, dhe më thënë, ju personalisht si e shini këtë migrim. Gjithmonë po flasim për këto edhe shqipja që dha këto pikat, arsyet e ikjes. Pse po ndodh, pse po lejohet të ndodh dhe kush po përfiton. Pyetja për ju është pse po lejohet të ndodh kjo, domethënë, qoftë nga qeveria e Kosovës, qoftë nga Bashkimi Evropian, i cili edhe ka hap kufit në një farforme. Pora, ndoshta kthehemi pak më vonë po me disa çështje që u ndërtuan këtu, qoftë si teza, qoftë si konkludime të parafolësve, mendoj që janë të paqëndrueshme. Do të listoj ato që për shembull çështja se kanë lënë drejtorët të hapura, ambasadat apo qeveritë ndryshme se këta njerëz do të mund të marrin azil. Kjo është çështje e rregullimit në brendshëm juridik të këtyre shteteve. Për shembull, Zvicra, nëse marrim Zvicrën, që është pjesë e zonës Schengen, nuk është anëtar i Bashkimit Evropian, Zvicra e konsideron tani Kosovën si vend të sigurt. Në momentin kur Kosova futet si vend i sigurt, koha e qëndrimit të një njeri, të një personi nga Kosova është vetëm 48 orë. Brenda 48 orëve ai njeri do të kthehet. E ka mundësinë ankesës në gjykatat zvicrane, mirë, po ajo ankesë do të shurtohet nga këtu. Domthonë ky njeri duhet me shtruar një kërkesë atje. Dhe 48 orë është çështja. Të rasti i Gjermanisë, në momentin kur cili do njeri nga që vjen për botës në Gjermani, e përmend fjalën azel, ai nënshtrohet disa procedura të tjera juridike, që ato procedura juridike ligjore në Gjermani shkojnë deri në 4-5 muaj. Ambasadori i Gjermanisë për shembull e ka thonë disa herë shumë qartë se 0% është mundësia e kosovarëve që të 0.1% thotë. 1% në fund e lën atje. është mundur për 0.01% për ajo gjithmonë ju referohet po më që ajo përqindja për mendimin tim, pavarësisht nuk e kam në qartë, sepse këtu i kem do specifika në Kosovë, do specifika shumë të veçanta për një kategori të njerëzve që janë eventualisht të rrezikuar, nuk njihen shumë të sigurt, që ka të bëjë me sigurinë e këtyre njerëzve. Cila është ajo kategori ne e dim, nuk bëhet fjalë për serb, por bëhet fjalë për një kategori tjetër të njerëzve. Logjika tjetër që fajtorin kujdestar na gjejmë në Serbi, mendoj është gabim, sepse fajtorin kujdestar na krejtësisht është një duhet me gjetë në Kosovë, në krye të rrugës Nën Tereza. Serbia nuk mund na detyru na as popull për 100 vite të ardhshme me mendu mirë kur për ne. Kur çfarë mendu mirë për ne? Serbia ka me vazhdu me bën obstruksione për shtetëndërtimin e Kosovës. Serbia financon, dihet, është e qartë, financon destabilizimin politik, ekonomik dhe juridik të Kosovës. Domthonë, na nuk mund na kërku tash se më thon Serbia Sallahile Sillu konstruktivisht në raport me zhvillimet pozitive. Kemi ne. Absolutisht. Krejtësisht. Edhe logjika tjetër që përmend Bajrushi nuk pajtohen absolutisht edhe nëse folëm për dhonat. Edhe mendoj është logjike e gabuar nëse folëm për njerëzit, për këtë hallëxhi, mendoj pa dy dimensione referimi i Bajrushit, duke u munduar me jetu bashkë me problemet e këtyre, por edhe logjika që më përmend përqindjet njerëzve është fort gabim. Këtu nuk do të më përmend numra, do të më përmend çështjet hallë të njerëzve, probleme të njerëzve.
E përqindja nuk është 3%, përqindja është shumë më e madhe se 3%. Vetëm statistika zyrtare tregojnë që është shumë më e madhe. Statistika zyrtare të azil kërkuesve, domethënë që kanë shtruar. Deri më tani thuhet që kanë ikur 30.000. Rreth 30.000. Këto statistika Pik 0,3%. Jo 3% të popullatës, por që nëse janë 30.000, madje nëse janë 3%, vetëm falë që përndërvrej, 3% mendohet se do t'jetë shkolla më e lartë maksimumit, që përfshin mbi 300.000, mbase den 400.000, por që nuk ka shifra më shumë, nuk mund qofse mbanë të populatës, numrit përqeshëm të populatës. 320%, gati 20% janë. Por as ajo nuk mendoj se do të arrijet për shkak se edhe ky fluks, një ditë do ta ketë fundin. Veç le ta përfundoj javnim tani, se edhe kremin e kemi... Kjo puna e fjallimeve do më thoni ka si dy pjesë, zakonisht. Përshkrimi i problemit dhe në fund nxjerrja një farë konkludimit. Prandaj do më thonë, nëse ju referohemi për qindjeve, prapë do më thonë ato të gabueshme sepse logjika që me fol me numra është logjik militare, është logjik ushtarake. Sa ushtar më vjen me fitu një betejë. Apo, nëse mbritën 100 ushtarë fitoi betejën, kjo është në rregull. Kur folëm për një shoqëri demokratike normale, nuk përmendem përqindjet, sepse nëse llogarisëm vetëm 200 ditë të vitit, herë 1.000 spoku, do më thonë i bjen 200.000. 200.000 nuk është 3%, 200.000 është 10% e popullsisë. Edhe 10% folën për një grup njerëzve, do më thonë vital të popullsisë tonë. Do më thonë po folën për një kryesisht të rinj, do më thonë mosha 17, 18 deri në 40-45 vjet, me përjashtimet vogla të moshës madhore, për te 65 vjetëve. Në ata 65 vjeçarët janë këtu. Na po flasim për fshatra plotësisht të boshatisura. Për shembull, është një fshat që është shqetësuese, mendoj është Pejonës Juj, Qabiqin, ku më dëgjoj historie se atje janë vetëm 3 familje, do më thonë fshati është krejtësisht i boshatisur. Ose për shembull, nëse folëm në Prishtinë, ndoshta më pak vërejt, sepse në Prishtinë është koncentrimi më i madh. Në fillim hyrën që bëna me taksistin. Taksisti tha nuk ka komunikacion. Edhe pse vrehet në Prishtinë, mundësitë e akomodimit njerëzve në Prishtinë janë më të mëdha sepse ka edhe njerëz të tjerë që vinë në Prishtinë, jo vetëm banorë të Prishtinës. Po të imagjinojmë fshatrat ku s'kan pikë perspektive. Edhe pse është kështu. Pse ndodh kështu? Mendoj domethënë që qeveria aktuale që na e kemi aktualisht qeverinë, nuk mundet është mendoj vlerësim ose konkludim shumë teknik, me thonë që problemi i ikjes njerëzve është pikërisht kjo qeveri. Nuk është kështu. Domethënë e vërteta e kësaj është shumë më larg. Na e kanë pas pe vitit 99 deri vitin 2007 diku rreth 7 miliard euro, që kanë ardhur në forma të ndryshme në Kosovë. Prandaj pavarësisht çfarë buxheti ka pas Kosova, që u kon diku rreth 500 milionë euro, nuk ka vrejt në kontekst të mosave përgjithshme sociale të na. Sepse ka qenë proces i rindërtimit. Procesi i rindërtimit ka akomoduar edhe aspektet e tjera kolaterale të shoqënisë tonë. Këto janë 7 miliardë euro që kanë ardhur në Kosovë në forma ndryshme. Ka qenë industria e qirave, ka qenë industria e gastronomisë, ka pas plot industri të tjera që janë zhvilluar paralelisht. Mirë, por kjo ka qenë periudhë e rindërtimit, ku fondet në Kosovë kanë ardhur në mënyrë masive. Në shumë raste edhe partikulim të drejtë. Pas shpalljes pavarësisë në vitin 2008, meqtë tonë, që në konsideroj se janë meqtë tonë, janë të budhe kanë thonë që Kosova do të mi morë, na pja jopëm Kosovës 1 miliard e 200 milion euro. 1 miliard e 200 milion euro janë përkushtu për Kosovën në konferencën e donatorëve. Mirë po, qeveritë tona, në atë kohë, ka qenë një qeveria midis LDK-s dhe PDK-s, nuk ka treguar afirmativitet për mi absorbu këto fonde, sepse këto fonde, 1 miliard e 200 milion euro, kanë qenë fonde të cilat janë para po për zbutjen e papunësisë dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës. Vetëm 100 milion euro të qeverisë gjermane janë investuar në Kosovë, si rezultat sepse qeveria gjermane ka thonë unë vetë investoj. S'ka pas projekte pe neve, edhe kjo tregon edhe statistikat e tjera tregojnë se ka pas buxheti i Kosovës pavarësisht i varfër ka pas suficit. Çfarë janë këta tregues? Çfarë kuptimi kanë këto? Këto kanë sepse çajo klasa qeveritare, cila do të qofte, cili do spektër politik, u mjaftu me çat buxhet që ka pas, çaj buxhet ka mjaftu për me vendosë vetën në pozita komode, po ata asnjëherë nuk kanë pas politika zhvillimore. Edhe kriza tash, që kriza në fakt ka filluar në vitin 2010, ka pas lëvizje të njerëzve, për shembull Tisa. Në vitin 2011 u shtrrit. Në vitin 2013-2014 shifrat shkojnë deri në 74.000 njerëz. Por, shumë i që përmendet Tisën. Në qoftë se në Tisë janë mytë 15 njerëz, sepse ka qenë rrezik për me kalu në Hungari, ka qenë kufiri komplet i bllokuar. Sot njerëz po kalojnë në Hungari shumë lehtë dhe po vim tek pyetja kush po lejon këto mendoj. Kjo ishte një çështje domethënë e pretendimit të interpretimit konspirativ. Mendoj prapë gabim, prapë duhet më njoft këto rrethona se me çfarë problemesh ballafaqohet sot vendet anëtare të zonës Schengen. Për shembull, nëse morëm Italinë, koncentrimi i fondeve të Bashkimit Evropian dhe koncentrimi i ndihmës së Bashkimit Evropian është në funksion
sigurimit të brigjeve të Lampedusës, sepse atje po bëjmë fjalë për njerëz që vdesin. Për dhjetra, në fakt edhe qindra shkon numri i tyre. Edhe në fakt koncentrimi është atje. Ose ikja njerëzve pej Sirisë. Realisht, domethënë Hungaria nuk ka kurrë farë përgjegjësie. Realisht Serbia nuk ka kurrë farë përgjegjësie, Serbia është korrekt me këto sana. Këto janë probleme, domethënë këto janë probleme krejtësisht që du të mi po në kontekstin natyres tonë të mbrendshme. Jo, është çështja që Hungaria ka hapur kufirin. Serbia është jashtë asaj në as Hungaria dhe as Unioni Evropian. Nuk është krejt çështë ajo çështë që thotë se Serbia është krejt jashtë kësaj gjeni që ka ndodhur në Kosovë, Hungaria është krejtësisht jashtë asaj. Krejtësisht jashtë. Nëse lexojmë politikat e zonës Schengen edhe Bashkimit Evropian. Pikërisht zoni Schengen ka dhënë vendim definitiv në para 3 javë. A kom si vish me mirë të tham mendimin. Po ta tham, mos ja marrim kohën edhe e kremit. Problemi është që këto vendet, zonës Schengen, i prioritizojnë problemet e migrantëve të paligjshëm. Kosova nuk është në kuadër të prioriteteve, sepse krejt Kosova është 2 milion. Numri njerëzve të tjerë që vijnë nga Afrika perëndimore, nga Afrika veriore, nga vendet që kanë konflikte, këto janë prioritet për vendet e zonës Schengen. Nuk është shumë Schengen. Në qoftë se marrim këtë çështën këtë mënyrë, atëherë do të thotë shumë thjesht, ne do të marrim një vendim qeveria sot dhe me vendimin e tillë mbyll kufit këtë drejtë ka mundësi dhe kur do mund ta kryejnë. Ti je i sigurt. Se faktori i brendshëm është shkaktar pikërisht. Po mirë, është përgjigje. Zoti Korab. Duhet me leju me thënë mendimin deri në fund, ha? Hajde shpejt thuaj se mos ja marrim. Atëherë është shumë thjesht me ndërprej atë dhe kryet puna në vendimi të tillë administrativ, policinë ekip. Nuk zgjidhet ashtu problemi sepse ti më vendos çdo 10 metra kanë një personal njerëz. Deshta jo s'ka nevojë fare. S'ka nevojë ashtu në përkufit atë. Po nuk thash është kjo zgjidhja. Unë thash këtë edhe përsërisë njëherë. Këtu kemi debej me një faktor, me një subjekt, ose institucion, ose si dush të quish, i cili është, unë nuk e njof, po që qeveria Kosovës e din mirë, Serbia është informuar mbi këtë, dhe faktorin ndërkombëtar dhe Hungaria drejt për së drejti, që kam për qëllim spastrimin e Kosovës. Nga këta njerëz, thjesht, nuk të pëlqen puna jote. Edhe ajo është mund të më marrë deri në fund. Spastrimin tek kthejt mendimin deri në fund. Çush mundet mu konsideru konspirative, nëse ti je prind, që unë jam prind, kush kryet në fund dhe pastaj ti vazhdon edhe kryet puna. Edhe me shku në autobus. Këtu pastaj te lut na bre. Në çndon njerëz çet aty dhe ndiqot të tha mendimin deri në fund dhe pastaj fol sa dush do të ndiqoj. Edhe thjesht është qëllimi krimi të situatave të tilla këtu, të cilat faktorin ndërkombëtar do delë suksesshëm për atë që ka ndërtuar në Kosovë. Faktori i brendshëm do delë që ka rritur sukses në zgjidhjen e problemeve, se papunësia është e vogël, pak nasit në rrugë janë shumë të vogla, gjendja sociale përmirësohet gradualisht tuti. Vendimi kryesor i Unionit Evropian është ky. Asnjë kufi që është në kuadër të Unionit Evropian, sidomos të Schengenit, nuk u zon më liberalizuar në drejtim të kalimit të qytetarëve nga një vend për të futur atje. Përkundazi, Hungaria ka vendim zyrtar me forcu kufirin e vet. Kështu do pyetja, pse lejon? Ajo si thash me vendim, ajo ke përgjigje i një rativin kuadër të çështjes tjetër, se thash nuk më marr vendimin tim. Unë e thash vetëm këtë. Sepse këtu kemi të bëjmë me një subjekt, me një mekanizëm, i cili nuk është vetëm kosovar dhe shqiptar, po mekanizëm përbere pak më gjerë që ka për qëllim thjesht krijim një situata të përshtatshme që se krijojmë faktor. Veç një sekond. Mos ja marrim kohën tepër shkurt. Po do të jem shumë statistika që ju i përmend. Elemente, faktor social që duhet mu ul çato faktor social. Çish mund të shmi ilustrutja ose mi arsyetu çata faktor se na tregoj kemi një përqindje më të ulët të shkollës papunësisë, aspekte sociale, kur domethënë ti keni përqindje tepër të mëdha njerëz që pe lshojnë Kosovën. Kjo është rezultati i asaj. Kjo është krejtësisht kontradiktor. Nuk është ashtu sepse çdo kush ka qytetar që ikën botën jashtme. Në anën tjetër kuptohet se struktura ne nuk kemi evidencë veçantë se sa kanë ikur. Ju e dini fort mirë se ata njerëz të cilët shkojnë në Gjermani, në Austri, në vende të tjera, 70% nuk shkojnë me ne tek organet me paraqitur kërkesën për azil, sepse kanë të afërm, kanë gjë të tjera dhe rrin presin situatat. Ne këtu flasim për 35.000-40.000 vetë, të cilët Unioni Evropian dhe format ndryshme, mekanizma ndryshëm kanë paraqitur kërkesë për gjetjen e strehimit atje nëpërmes azilit. Okej, ne do ta kemi edhe drejt për drejt pas pak. Kjo është kontradiktor.
këto dona e kontradiktojnë ato që ata të më herët. Unë nuk thash kur gjë më herët, po ti je të interpretu sipas qëllimit tënd. Jo, s'kam qëllim. Po patjetër, veç një Ekremi më dhon fjalën, sepse do të jem ferr edhe me Ekremin. Ekrem, është kontradiktor. Okej, Ekrem, po. Fillimisht kërkoj falje se kam. Absolutisht s'ka problem. Jam këto pak. Unë po kthena te ajo që ka mendoj pse është arsyeja që këta qytetarë pe lëshojnë Kosovën. Duke pas parasysh që para 5-16 vjetëve gjysa popullit ka qenë jashtë edhe me lirimin e Kosovës thuajse krejt u kthy në mënyrë vullnetare, tregon që ne mezi që kemi prit më shliru edhe se kemi ditë se si është liria dhe kemi pas optimizëm të madh për këtë vend. Fillimisht kemi lanë fajun mikut, sepse kemi gjetë për gjithë ato dështimet ose mos përmirësimet që kemi pas, kemi lanë fajun miku, mirë po prej momentit kur është shpall pavarësia e Kosovës, kjo pakënaqësi filloi më rrit sepse njerëzit filluan me hub shpresën. Edhe unë mendoj që ajo që hub e fundit, të shumë njerëz këtu te na ka hub, që është shpresa nuk është shumë, është problem ekonomik, sigurisht, në një pjesë të tyne, po nuk ka vetëm ai problem ekonomik, është ajo që njerëz nuk po shohin perspektivë, posaçërisht për gjeneratat e reja, nuk po shohin të ardhme të mirë, nuk po shohin ndonjë shaj, nëse ndalë mi këshirë gjitha këto vite mbrapa, gjitha këto qeveri, që ka ndonjë sinjal që diçka do të përmirësohet. Gjitha sinjalet janë vetëm në drejtim të gabum, gjitha sinjalet janë që ne vetëm po shkojmë në situatë më atronëse që kemi qenë. Kështu që këta njerëz kanë marrë rrugën, fillimisht disa, të cilët unë mendoj pastaj sepse i kam dëgjuar disa biseda, kanë qenë sinjale pozitive të afërmit të tyre, se ata po pranohen, se po jepën banesë, se po jepet ushqim, se po jepet një leje qëndrimi, edhe gjithë këta njerëz tjerë të cilët ndoshta kanë pas një hezitim, po kënaqësia ka ekzistuar, atëherë kanë marrë mundin edhe jo nis. Edhe njëri duke pa tjetrin, a mos po gaboj unë që nuk po dalin këtë kohë, faktikisht pakënaqësia është, domthonë mos të harrojmë që shpresa për një jetë më të mirë këtu është humbën, kjo është arsyeja kryesore, e pastaj kjo i shtyn njerëzit me marrë edhe këtë rrugë në një rrugë që nuk e dinë se ku po shkojnë, me shpresë për një jetë më të mirë për gjeneratat që vijnë. Ne kemi drejt për drejt një djalë tri i cili ka ikë nga Kosova para 2 ose 3 javësh, nga Serbia për Hungari dhe tani aktualisht gjendet në Gjermani. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Nëse ka mundësi regjia të më ngrep më shumë pak zërin. Ju a mund të na prezantoni, lutem? Po jam Labi për Prishtinës. Edhe njerë të me emrin? Labi për Prishtinës. Labi nga Prishtina, po? Po. Labi, sa vjeqar jeni? Po në? Sa vjeqar jeni? 22 vjeç. Edhe njerë të 22 vjeç. 22 vjeç. Saksisht kur keni ikur nga Kosova? Para 3 javë. Para 3 javë. Sa ke paguar, do më thonë, për të kaluar në Hungari? Kufirin për me kalu në Hungari, kom pagu 300 euro. 300 euro, apo? 300 euro prej subvencionit në Hungari. 300 euro? Jo. A mund nga të regosh në cila ka qenë rruga që ju keni kalur dhe keni dalë në Hungari? Saksisht prej Serbisë në Hungari, në çfarë forme keni dalë? Po jemi afru dikon me taksi dhere nga të shkiri të argash, për atojt kemi jetë spamë pastaj një 3 orë për me dalë në pjesën e Hungarisë, dhe me thonë me kalu kufin në Serbisë. Në kom? Jo. A ju ka ndalë, a ka pasur polis në kufi ose kush ju ka shëshru? Ja ka shëshru disa sërbë dhere mbira për kufinin të atojt, si kemi dalë në pjesën në teritorin e Hungarisë, kemi jetë një kodë gjatë dhe dikur kemi randore në policisë hungare. Dhe më thonë, ju kanë zonë hungarezët juve? Keni qenë në stacion të policisë hungareze? Mo kemi qenë. Edhe tani si ke arrit që dalesh nga stacioni i policisë dhe tisësh për Gjermani? Nëse dhe mesh në kanë marë, dhe më thonë, gisht, shenjat e gishtave, në kanë marë disa foto, dhe pastaj në kanë majtë një dëmëtor në garaje. Po? I pa pas shumë shqiptarë, kanë qenë shtrim, dhe me thonë, në për tokë, atë gjumë, pa në për betone. Po? Pastaj, pas dëmëtorë, në kanë qenë në një zyre në migracion, në kemi nejtë edhe një 5 dëmëtorë, dhe për ato në kanë qenë, dhe me thonë, ne kanë dhonë, dhe të njoftima tonë për me mujtë me shkuën një kamp tyne, ku ne kam bëtë detyrueshme, për me pranu në azilin, nëse dojna me nalë shu, për ndryshë nuk në kanë dhonë
mundësin me dalë për atë. Dhe ju aktualisht gjendeni në Gjermani. Nuk po du të zbuloj vendin, nuk po du të pysë se ku gjendës në cilin qytet ose qytez Gjermanis. Më thuaj, qëfar tretmani kini sot nga shteti Gjerman? Shka e mashta janë më të mirë se nga asë, po si janë asë ta më të mirë, asë ka nuk është mirë, veç munoj njerëzit, se nuk është shka, do me thonë njerë në ditë japin bokë. Nabi, a ka gjasa ju me marrë azil në Gjermani? Vallaj, na e kemi bo kërkesën, po është problem se pritet për një azil, po nuk na vajnë neve, nuk besoj që na vajnë, veç kjo është veç kërkesë për azil, do me thonë që mund të vëzgjo 3 dhe 6 muaj edhe na kësejnë, se do me azili është ju jepet vetëm atyne që ka ikim për çështje politike ose diçka tjetër. E ku jeni duke qëndru aktualisht? Aktualisht jem në përhaj me Gjermanistë të qëndru, dhe me thonë sa banesa shku jem a 2 familje, 3 familje me një dhomë. A ka shumë Kosovar të tjerë që kanë ikur bashkë me ju atje, po më gjatë kësaj periude? Po, ka shumë. Një pyetje Labi, pse ke ikë prej Kosovës? 23 vjetë e ki, po ke ikë prej Kosovës? Nuk kom qenë student në Kosovë, dhe më thonë kom studiu atje, i kom pas edhe në semester me përfundu fakultetin, po kom ikë se s'kom pa një të ardhme të mirë për vete atje. A të këthejesh në Kosovë, në qofë se tjepët azil në Gjermani, a ki ndërmend mu këthy në Kosovë ndë njerë? Kisha hapë për me vizitu për ma shumë ju, veç me pa familjen. Me jetu jo? Jo. Okej. O në që se ka ndonjë pyetje këta mysafirët, Labi për ty, unë e i përfundova pyetjet. A dishtë? Lab, deshta vetë me të pyet... Bajrush Morina, gazetar dhe drejtuesi i portalit Bota Press, tash për të pyet. A ka mundësi me të pyet, në mes 2 ofertave, a do të kishe pranu letrat e azilit në Gjermani, apo një vend punë në Kosovë? Jo, një vend punë në Kosovë, që a pranu më me qef. Faleminderit shumë. Një vend punë që nuk mundet me më qitë dikush për i punë, veç nëse e boj punën vetë për me më qitë. Okej, a ka ndonjë pyetje tjetër dikush? I nuk ka. Labi, ne të falenderojmë shumë dhe ju dëshirojmë qëndrim të mirë atje dhe shpresojmë që do t'ju rregullohen kushtet edhe juve. Po. Desha më inkuadru në bisedën të cilën e zhvilloj. Po. Qoftë ka nevojë. Po, shumë. Fjala është se me të kaluar jo vetëm në Gjermani, po në Austri dhe në Zvicër, pastaj në Francë dhe kudo tjetër, është një vendim i veçantë që terrenin e atij shteti ose territorin e atij shteti që ke shkel në radhë të parë, në për të cilën ti ke kaluar, kur të paraqitet kërkesa për azil, më në një javë duhet të kthehesh në atë vend, kthehen vetë shtetet e tilla të kthehen. Në qoftë që qytetari ka paraqitur, ka kaluar nëpërmes Bullgarisë, Rumanisë, Hungarisë, të gjithë ata që paraqesin kërkesën e tillë të qëndrimit për azil në Zvicër, në Austri, në Gjermani dhe vende tjera, do të kthehen në Hungari. Në qoftë se si kthehen në Hungari, shtohet pyetja, atë çfarë kemi të bëjmë, sepse është ligji i tillë. Ligji përcakton vendin e parë të atij shteti që ke shkelur ti me këmbën tënde, kur e futur, çaj shtet është kompetent me zhvillu procedurën për të qëndruar, për të fituar të drejtën e tillë apo jo. Hungaria nuk ka vend më. E po mirë, a di pse ta them këtë? Në qoftë se tolerante është Gjermania tutje, atëre kemi një subjekt tjetër, këtë deshta dal aty, i cili merret me organizimin e tillë dhe tolerimit të tilla, zhvillon procedurat të tilla dhe shqetëson planifikimet afatgjate se si duhet të menaxhohet me ta, se si dhe kur duhet të kthehen, nëse duhet të kthehen, kush duhet të qëndrojë dhe si duhet të zhvillohet procedura në përgjithësi. Jam shumë dakord me kolegët, dhe në përgjithësi me kolegët këtu se tanë, se kemi të bëjmë me masat e gjera, 70% të popullsisë së Kosovës, e cila është ngjitur me gënjeshtër, me mashtrime, me gjendjen e rëndë ekonomike, sociale, politike, me krimin organizuar të paorganizuar, me miliona të cilat kanë krijuar qeveritarët, me gjendjen të cilën e kanë tërsinë territoriale të Kosovës, me pasiguri për të shkuar nëpër Graxhanicë, nëpër shtimje, ku diun, nëpër vende të ndryshme kërkesojnë. Kemi një politikë që ka zhvilluar qeveria e Kosovës në përgjithësi, e flasun e 99-s, e deri më sot, e cila ka krijuar vetëm probleme, ato janë grumbulluar dhe në moment të caktuar qytetari ynë, kjo mendim, pasiguri totale, e çështën e vetëdijësisë së tillë që dhe veprojnë në mënyrë të logjikshme dhe hup shpresat e tilla. Një gjë duhet ta them. Për me kriju qetësitat çështu. Po. Lutna. Thash unë miku e Oleksi dhe qeveria e Kosovës dhe të gjitha qeveritë e Kosovës.
Edhe kjo tashme. Së mund të themi se kjo tashme duhet të shkoj edhe të menjanohet, të thot një deklarat për shtyp atë, të të vjen keq për ikin, se çdo ku i vjen keq. Edhe çdo qytetar i botë i vjen keq kur ikë një njeri nga një vend tjetër. Po duhet të shikohet nga ajo që të zgjidh problemit që ka. Për marrim një problem shumë të thjeshtë në planifikimin ekonomik të buxhetit të Kosovës. A është turp për qeverinë e Kosovës që 10 vjet. Jo, duhet ta them se kjo është faktor që ka ndikuar në ikjen e tyre. Që të shkojnë parat në bank të lengte. Eksakt. 400. Nëpërmes jo deri me tash 2 miliardë në tërsi që janë dhënë, ku me 2 miliardë, si sta kolegu shumë bukur, s'kemi ditë me menaxhu, pare ka pas, s'kemi konkuru asnjëherë pranë komisioneve të komisionit evropian për të hekur buxhet dhe investime këtu mbrana për mbrana. Dhe ti a ki dhona asaj një firme kriminale për mendimin tim totale, ku ki pas të përfitime tua. Dhe më thonë këtu kjo është pak nësia. Lejo, vetëm shkurtimisht të sqaroj çështjen e 3% se duket ose u keq kuptova. Jo, vetëm ose u keq kuptova ose unë nuk e thash në mënyrë të qartë. Te 3% mendova te pjesa e atyre qytetarëve, të cilët sot janë larguar, por që në forma të ndryshme mund të përfitojnë dhe të qëndrojnë atje, sepse pjesa dërmuese do të kthehen. Por edhe ai 3% i atyre që do të mund të përfitojnë në forma të ndryshme. Qoftë duke përfituar azilin ose martesa, punë e tjera, por që realisht mendohet se do të qëndrojnë pas këtij migrimi, do të qëndrojnë në vendet perëndimore, por që për mua, pra po them, nuk përbëjnë aq rrezik në trendin e migrimit përgjithshëm të popullatës. Pra kështu e pa, nuk e thash se jo të gjithë këta, jo profesor lutem, jo të gjithë këta do të pranohen azil dhe jo të gjithë këta do të qëndrojnë. Këta do të kthehen, por problemi është, unë prapë po kthem te ne mund të japim teori të ndryshme, por nuk mund të shpresojmë ose kërkojmë nga Serbia që të na kontrolloj disa herë, si që tha Shqipja, autobuset dhe që t'i ndaloj autobuset e shqiptarëve të cilët. Fundit kjo është i Serbisë fare nuk e intereson. Mos harroni se një pjesë e mirë e këtyre udhëtarëve, jo të lutem, një pjesë e mirë e këtyre qytetarëve po udhëtojnë madje me dokumentet të Serbisë, po pajiset forme të ndryshme dhe për Serbinë është de jure, është e lejueshme. E dyta, mos të harrojmë edhe diçka. Këtu kemi të bëjmë me shkelje ligjore në gjitha procedurat të gjitha shtetet. Vetë fakti se hyn ilegalisht në një shtet Bashkimit Evropian, çdo qytetar përbën shkelje të ligjit, sepse kjo hyn në formë legale. Por shqyrtimi i këtyre shteteve dhe në rastin e tillë ka përbën shkelje ligjore nga vetë secili individ apo qytetar. Por ne të merrem me problemin jo tash me akuza dhe me shkaqe sepse nuk zgjejmë rrugëzgjidhje. Të themi dhe të kuptojmë realisht ajo që unë po insistoj, të kuptojmë dhe të hymë lëkurën e këtyre njerëzve që po ikin nga Kosova, të kuptojmë arsyet, të kuptojmë dhembjen, të kuptojmë mbi gjitha edhe qëllimin pse këta po largohen nga Kosova. Pra, pse nuk po largohen, unë po përsëris edhe një herë pyetjen, pse më nuk po largohen fëmijët e familjarëve kushtetarëve të gjitha, sepse kanë krijuar mirëqenie. Pra kanë kriju mirëqenie për jetën e tyre. E dyta, e po këtu është problemi. Pra, labi do të kthehe për një vend pune. E tha shumë sinqerisht. Por janë edhe shumë mjek dhe janë shumë punëtor, madje kryetari Felzajt përmendi tha se ka edhe prej administratës komunale që po largohen. Pra njerëzit janë marrë një pune, por me pagën të cilën e marrin ose me kapitalin të cilën e marrin gjatë punës tyre, nuk po mund të krijojnë një jetë të dinitetshme për ta dhe për familjen e tyre. Pra, shtrohet pyetja, a mund të jetohet me 300 euro? Nuk mund të jetohet një familje që kanë janë të artpunësuar, nuk mund të jetojnë në Kosovë me një pagë për 300 euro. Prandaj në raste të tilla, ne mund të fajsojmë edhe qeverinë e tashme, edhe unë mikun, edhe unë Leksin, edhe gjithë. Por çka po bëjmë me këtë? Zoti Bajush, si çopre zoti Bajush. Po pse me çop se ti në planin buxhetor tonë. A je sigurt që s'po largohet vlla jam? Realisht në planin buxhetor tonë. Jo, a je sigurt se s'po largohet? Jo, plani dikon më dhon 2 miliard për 5 vjet për rrugë. Po profesor, ne mund të bëjmë çdo lloj shkaqe, ne mund ta akuzojmë, mund ngrisim akuza. Po jo lutem se vetëm ti po ne mund ngrisim akuza edhe ndaj Leksit, edhe ndaj Isa Mustafas, edhe ndaj Hashim Thaçit. Po kjo realiteti por fundit këta qytetarë po ikin, ta kanë kriju situatën për ta qytetarë që po ikin janë fajtor. E kremi edhe tani ty shqipë. Faktikisht me këtë që tha profesor Kelmendi. Faktikisht, unë mendoj që ka të bëj me gjithë këtë keq menaxhim që është akumuluar shumë vjet. Sepse çka duhet më ndodh, e tash po flas diçka se është tema jamja, po si qytetar preokupohesh me atë punë.
është keq menaxhimi i buxhetit për çdo qeveri dhe çdo vjet. Prioritetet, unë gjithmonë them një fjalë kështu kur që shteti duhet me menaxhu sikur me kon shtëpia jote edhe ato parë sikur me kon familjes tone. Po jo në sensin që ti më kesh përdor tash, po në sensin që mi qit prioritet gjanave cilat janë më të rëndësishme për familjen tone. I ki paret, a kemi shtru merr komplet o borrin, apo i ki do prioritete tjera më të rëndësishme që duhet me i adresu për para. Kështu që mendoj që gjitha qeverit programet për zhvillim ekonomik, rritjen e punësimit, investimin, tërheqjet e investimeve tuja, po edhe vendore edhe të tyne, kanë mungu. Nuk njerëzit edhe kjo është akumuluar, hajde nështë vitin tjetër dhe mas disa vjetëve, ta shubon 16 vjet pas luftës se u bon 8 vjet pas pavarësisë. Njerëzit kanë thonë që nuk po shohin mos sinjal, nuk po shohin që diçka në të ardhmen tafër do të ndryshoj, prandaj kanë marrë rrugën me shku me gjetë dikun tjetër dhe mos me hub ndoshta për fëmijët e tyne mi u dhoni të ardhmen më të mirë. Po, shipe. Bajrushi tha pse nuk po ikin vllazët e tu, nuk jam e sigurt që nesër ndojani pi vllazët mi do të hyjë pa autobusit, sepse janë të dy pa punë. Bile vështirësia për me gjetë punë atyne. Jo që të kallzoj. Kjo është deputete. Jo, sepse jam deputete, jam person publik sot. Vështirësia, shansat për me gjetë një vend pune, bile ju kanë paksu kur unë kam hynë politikë, sepse si pas opinionit të gjërë publik, atyre që punësojnë, unë kam shku, bile edhe ju vetë pak ma herë të tatë, në subjektin e gabuar, po t'isha në PDK ose në LDK, dy partit cilat her njona, her tjetra, her të dyja bashk, kanë qeveris për 15 vjetë, edhe ti nuk mundesh me i amnestu këto dy subjekte edhe leadershipin e tyre që nuk na kanë pru në gjendjen çfarë jemi na sot. Për më shumë, nuk mundesh absolutisht me amnestu qeverin aktuale e cila... Po e merë shumë personale këtë qështje. Hiç personale, hajde ta shtëm shoqë. A mundesh mi ndalë vëllezërit e tu që të mos largohen? Po, nëse unë jam qeveri nesër edhe filloj që... Nuk je, nga pozicioni që je sot. Sot nuk mundem, sepse s'muj me jo ofru zgjidhje. Asun fëmijën e mi nuk mund të ndalë. Asun s'mund të ndalë. Prandaj ne duhet me diskutu. Njëmi tjere për thuni gjenja ekonomike, sociale, politike, shoqërore, punësimi, tutje, kanë kriju situatë që asun s'mund të ndalë. Jo, unë mendoj, profesor, unë mendoj që me gjitha të ne duhet pakten me diskutu edhe mënyrat qysh do të mund ta fillimisht ta ulnim trendin, e mandej t'i ndalim edhe të gjemë zgjidhje. Tashti, pse unë e mendoj që në fakt edhe qeveria aktuale e ka shpërthy këtë trend, sepse ka qenë i akumulum, ikje ka posë edhe me herët, po ka qenë në forma tjera, jo të tilla. E para, sepse për 6 muaj u kriju. Qeveria aktuale. Unë mendoj se fajtor kryesor, fajtora me Avniun këtu se fajtor tjerë që i përmendim bashkë me profesorin edhe Serbia, që unë mendoj që ka interes vital me zhbras Kosovën, me kriju edhe një lloj balanse etnik këtu, edhe për arsye tjera. Unë mendoj që edhe Unioni Evropian me politikat e veta edhe ndaj Kosovës e ka fajin e vet, sepse kemi pas një shpresë shumë të madhe se Euleksi do të na e luftoj krimin, do të na luftoj korrupsionin, edhe njerëzit t'illun me ngrit shpresën, ju kujtohet, s'pembaj men emrin e prokurorit, po njerin nga prokurorit që pa ngrit një akt akuz për korrupsion ndaj njerin nga ministrave në atë kohë, qytetarët t'illun edhe rrugëve me janë gjitë emnin e ti, sepse tanë kjo është heroi jonë. Problemi të na është korrupsioni, papunësia, niveli shumë i ulti shëndetësisë. Ti mund sot me pas edhe 1.000 euro rrogën, e me i pas një 2-3.000 për cilët ti krijon një jetë normale. Por, am garanton ti mund që nesër nëse une, ose ti, ose ai tjetri smurësh, edhe shkon në spital, ose njënin për spitaleve të shtetit, ki me e marë kujdesin edhe ki me marë shërbimin për cilën ti ki nevoj. Kam sa dush që të regoj përvoja personale, hiq ma largë. Bile kanë qenë arsyet kryesore që mu më kanë nëzit me menu dhe me thonë, diçka duhet me bo. O duhet me fut politikës, o duhet me dalë me protestu, apo diçka duhet me bo për me dalë nga kjo situatë, sepse ty nejt edhe ty këqyr seri, ty anku ty pi kafe, se qysh qeveria jonë për na vjedh, më thonë tash nuk muj mas me përdor terma ma të kulturu me thonë korrupcion, po na vjedh. Po
Jo vetëm që ka humb shpresën, jo vetëm që humb shpresën e kësaj gjenerate, po i ka humb shpresat edhe për gjeneratat matutje që kanë me ardhur, se në këtë vend ti ki me jetu një jetë të dinjitetshme. E tash na nuk dojmë, siç kemi bën kohën kur kemi qenë të okupun nga Serbia, se dojmë mbi jetu, tash dojmë kërkojmë një jetë të dinjitetshme, cilën shteti jo nuk po na ofron. Dëgjom, ajo që më bëri përshtypje, zoti Bajrush tha, tash po do lidhëm me ju, Avnim. Zoti Bajrush pak më herët tha që ndoshta ky migrim masiv do ta shpejtoj liberalizimin e vizave. Pajtohesh? Jo, absolutisht. Nuk pajtona, po ashtu nuk pajtona me ato për çfarë do referencë që referohet Bashkimit Evropian. Jo psonim në fare thari verbër me mbrojt politikat e Bashkimit Evropian, po nëse ndërlidhemi me fjalën juaj paraprakisht që pat, nuk është fjala vetëm për menaxhimin e buxhetit aktual që e kemi na, por është fjala për politikat zhvillimore çfarë kemi na. Nëse lexojmë na raportet e progresit, që kjo është opinioni i Bashkimit Evropian për neve, që kjo është mendimi i opinionit të Bashkimit Evropian për neve, ata vazhdimisht i referohen reformimit të administratës publike. Duhet më reformu administrata publike, është kusht për zhvillimin ekonomik të vendit. Administrata publike është bërimi i korrupsionit nikosisht në Kosovë dhe i krijimit të organizuar. Është në bingarkesë e madhe. E kemi rastin e Greqisë për shembull. Pe 2008-s, në cilin do raport progresit që lexojmë na shohim që administrata publike është një prej problemeve kyçe të na. Çka ka ndodhur me administratën publike të na? Ka ndodhur bingarkesë, edhe sektori publik në fakt e ka konsumuar, ja ka nxorr frymën sektorit privat. Kjo administratë publike nuk e lën me u zhvillu sektorin privat. Edhe çka në fakt ndodh? Ndodh që akumulim që ti buxheti, 2/3 e buxhetit vijnë pe politikave tona doganore, krejtësisht të kundërta në raport me politikat e Bashkimit Evropian, 2/3 e këtij buxheti shpenzohen për administratën publike. Domethënë na kena krijuar një sistem brenda sistemit. E Bashkimi Evropian vazhdimisht e kritikon. Edhe kjo është drejtpërdrejt lidhet me liberalizimin e vizave? Absolutisht lidhet drejtpërdrejt me liberalizimin e vizave, edhe liberalizimi i vizave në lëvizja, në fakt kjo është krejt e kundërta. Kjo nuk e ndihmon Kosovën lëvizja kaq e madhe njerëzve. Realisht, për Shqipërinë... Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës tha që liberalizimi duhet të ndodhë për mundal kjo. Është gabim plotësisht për shkakun se edhe vendet që kanë fituar nga procesi i liberalizimit të vizave, sikur ka qenë rasti i Serbisë, i Shqipërisë, i Maqedonisë, a konsideruar shumë seriozisht brenda strukturave institucionale të Bashkimit Evropian me rikthy regjimin e vizave si rezultat i lëvizjes madhe të njerëzve. A do të thonë që kjo neve po na ka çuar disa hapa mbrapa në proces liberalizimit? Kështu, procesi i liberalizimit të vizave ka pasur një rrugë të vetën. Ne komision fakt mbledhës si Komisionit Evropian o dashtë më orë një janar të këtij viti këtu të na. Këtij komisioni o dashtë, ky komision o dashtë më quajtur mision fakt mbledhës, mi po fakt të çfarë janë. Që ky mision fakt mbledhës o dashtë me dorëzu një raport në Komision Evropian. Komisioni Evropian me ndërtu një raport, me shkruar një raport i cili referohet Këshillit Bashkimit Evropian, është organi që merr vendimin për këtë punë. E kjo parapopër qershor të këtij viti, nëse Këshilli e kish marrë një vendim pozitiv, nëse eventualisht rekomandimi i Komisionit Evropian do të ishte pozitiv për Këshillin, atëherë mundësia ose versioni më optimist i mundshëm ka mund të qenë që fundi vitit 2015 na me pas liberalizimin e vizave. Tash kemi gjendje tjetër në teren. Gjendja është tjetër. Nuk i dim nga komisioni fakt mbledhës, në fakt e dim, çka ka thonë që ka lëvizje masive të njerëzve. Realisht nuk mundet me rekomandu Komisionit Evropian që Komisioni Evropian me rekomandu një rekomandim pozitiv për Këshillin e Bashkimit Evropian, që Këshilli me marr vendimin pozitiv për neve. Kjo nuk kupton se domethënë këto lëvizje masive të qytetarëve tanë kanë çu këtë proces mbrapa. Siç po. Jo, kjo është gabim, është gabim përfundimi. Ajo që e ka çu mbrapa, apo nish pak. Nuk është mirë të akuzohen këta njerëz. Jo, nuk thashën. Se në një mënyrë ky proces do ta shqetësoj Bashkimin Evropian, thotë se po të kishim sot liberalizimin e vizave. Së paku në një mas të tillë të varfërisë do të kishin. Njerëzit do të dilnin, do ta kish përdorin në thojza lirinë e lëvizjes, do të kishin udhëtu jo me ka 700 euro, por mundi nuk do ta varfronin familjen e tyre në momentin. Nuk thash asnjëherë që këta njerëz sepse këta nuk akuzon. Ka akuza që unë kam dëgjuar edhe madje edhe nga politikantë edhe ministra tjerë se thonë ky proces po na pengon në liberalizimin e vizave. Zoti Bajrush, nuk akuzoj Avni, por unë çka thash? Thash janë politikat e tona. Politikat që kanë të bëjnë me reforma administratës publike, politikat zhvillimore ekonomike, politikat e tona doganore, që i kemë krejtësisht në kundërshtim me Bashkimin Evropian, që ose lexojmë secilin raport progresit nga viti 2008, që shohet çdo vit. Kjo është opinioni i Bashkimit Evropian për neve, është dokument. Pikërisht ju thotë që komisioni fakt mbledhës do të thotë që ka pas lëvizje masive. Pikërisht, po misioni fakt mbledhës, që është misioni fakt mbledhës, është komision profesional. Ata nuk mundin me anashkalu këtë proces. Po nëse na tash unë shtova pyetjen Avni,
Në momenti që ky komision fakmbledhës do të raportoj se ka pas lëvizje masive, a nën kupton kjo që ky proces liberalizimi do të shkojë disa hapa mbrapa? Kjo ishte pyetja ime. Nuk mendoj se do të shkon në atë mënyrë. Nuk mendoj absolutisht po. Okej. Ma bën të eksperimentimit. Spari duhet të futem sparin atë se asnjë qytetar i yni që ka shkuar në botën e jashtme, tërkohën sa është në proces të zgjidhjes së çështjes dhe të vetë të strimit nuk ka mundësi me lidh asnjë lloj martese. Asnjë veprim s'mund ta kryejë. Ai duhet kthehet në vend, sepse s'lejohet lidhja martesë të tillë, para se është shtetas i atij shteti dhe as se ka drejtën e qëndrimit të përhershëm për më atë. Prandaj nëse do me lidhje martesë duhet të më kthejnë në vend, ka dhe pastaj procedura të tjera që shkojnë duhet më bë. Kthejmë te kjo këtu. Te liberalizimi. Te liberalizimi i vizave. Ikja e qytetarëve tonë është rezultati i një politike ekonomike të jetë anti-shtetërore të Kosovës që ka mbet qeverit që nga themelimi, që në 99 me Unikun, me Oleksin dhe me qeverit pastaj pas shpalljes pavarësisë nga zoti Tolleçi, nga zoti Thaqi dhe tani aktualisht nuk shoh as në këtë qeveri një plan zhvillimor i cili do të zgjidhë problemet e punësimit, problemet sociale, të shëndetësisë, të arsimit, të kulturës, të gjitha problemet. Një sekondë. Pra nena ikja është rezultati i saj. Po, e kuptova. Vim te liberalizimi. Liberalizimi i vizave është një proces i cili Kosova ka kaluar dhe zotëriu tregoi shumë bukur, do të shkonte në format e tilla. Është fjala për çka ka ardhur liberalizimi, çka është deshte plotësojmë ne. Jo vetëm bürokratizëm, bürokracinë tepër të madhe që kemi ndaj administrata, po kemi krimin organizuar të paorganizuar. E kemi instalimin e krimit tek institucionet shtetërore që mekanizmat shtetërore nuk kanë më guxim me luftu, edhe nëse ka të pastë me luftu atë krim, i cili është në instancë më të lartë dhe të poshtë. Së dyti, së treti kam fjalën. Është fjala e një tërësie territoriale amorfe në Kosovë, ku shteti nuk ka qasje kërkunis dhe nuk është e logjikshme dhe s'ka mundësi, askush ta bëj liberalizimin e vizave të pranoj ty si një shtet i tillë i rregulluar juridikisht dhe ku sundon ligje dhe rendi, në një vend ku nuk i lëvizje të lirë të qytetarëve brenda territorit të tillë. Pra kemi të bëjmë me sigurimin e tërësisë territoriale të Kosovës, që për mendimin tim, t'ju them sinqerisht, edhe pse faktori ndërkombëtar dhe në këtë rast Brukseli është faktor kryesor për krimin e këtyre enklavave serbe, është shkaktari kryesor i çrregullimit total në Kosovë. Së treti do të them, kemi të bëjmë me krim i cili shkon nga të gjitha nivelet. Dhe kjo është instaluar me faktorin ndërkombëtar me Oleksin. Askush këtu, nëse Oleksi ka kompetencat për të rregulluar sistemin e gjyqësisë dhe të prokurorisë, dhe nuk e rregullon, po e lejon në forma të tilla, kush mundet më thon kujna se s'është bashkëvepruese në mbrojtjen e krimit të organizuar të paorganizuar në Kosovë? Deri dje ka pas kompetenca më të gjera, ka pas mundësi shumë çka me bë dhe s'ka bë. Du ta them këtë unë. Me një fjali. Do të thotë, duhen qytetarët tanë, jo të burrit, 500 hektar thash jo. Jo se ndal atë, përkundër unë jam me Bajrushin, se ikja qytetarëve tanë dhe të bëjnë një presion mbi faktorin ndërkombëtar, nëse nuk ka plane tjera interesante dhe anti-kuedion çfarë, do të ndikonte shumë ashpër, do të ndikon shumë ashpër edhe në Berlin, edhe në Bruksel, edhe në Paris, edhe në Rome, çdo kund tjetër, se çështja shqiptare më morë ma seriozisht. Profesor, ju e thatë që këto edhe ndërkombëtarët e kanë bërë këtë organizim tikjes masive. Po, se në moment caktur ju intereson interesi. A bëjmë eksperimentimit? Atë bëjmë të vazhdoj atë teorise më në të makelonën në gjithë. Ju vështë jam në kohë se s'kemi shumë kohë. Në qofë se makelon teorinë në gjithë, unë ta thëmë Vajtona plotësisht se ndoshta mu kjo lloj proteste, se unë edhe këtë ikjen e shoh një formë tjetër, ndoshta pasive, po të protestimit për gjendjen çfarë jemi tani, duhet t'i bëj edhe qeverinë tonë që tulet seriozisht, vërtet seriozisht, të menoj për zgjidhjen e këtij problemi, por edhe komunitetin ndërkombëtar e në veçanti këtë rast Bashkimin Evropian. Qeveritarët tonë kanë qenë verbërisht bindës ndaj çdo lloj këshille, primit që ka shkatur Kosovën. Çdo lloj këshille që ju ka ardhur, çuj këshill, për mos me çojt urdhër, që ju ka ardhur nga komuniteti ndërkombëtar. E pse në këtë rast nuk po ofrojnë këshilla te qeveria jonë se si me parandalu apo me zgjidh këtë problem? Raporti progresi Shqipë janë këshilla. Raporti progresi të shohet është dokument zyrtar që ta çon Komisioni Evropian të lexoje. Lexoje që raporti progresi se edhe çysh e lexojmë ne raportin e progresit. Çysh e lexon qeveria jonë raportin e progresit. Ti thua pse nuk ofrojnë këshilla. Komisioni Evropian ta shkruan raportin e progresit edhe
tregon çka më bën, po ti s'ke mos një herë. Unë tjetër lloj këshille që pajtohem me gjitha i kanë dokumentet, çdo raporti ty është negativ për ne. Tjetër lloj këshille kur e thirr Brukseli. Me tupan ty na kanë punë me çamë. Jo me tupan, sepse e thirr kryeministrin ton, e thirr edhe atë kryeministrin tjetër, i ul bashkë dhe thotë ç'to keni më bë. Për mua çajo është këshilla për cilën po flas. Ka drejt Unioni Evropiane ka dhënë mendimet e veta nëpërmjet shkrimit, ka raportin vjetor. E kiti raportin vjetor ti duhet që ajo është ultraviziohet çamë bote. Çfarë qeveria jo del? Kryeministri thotë bashkë me kryeministrin Mustafa, se tash është i cili është raporti progresit, se unë e di edhe teknika që shkruhet, që zakonisht mundohen që një dozë pozitiviteti me thonë, edhe e liston aty, thotë është arrit pak progres, është bë pak këtu, edhe qeveria jo në lexon vetëm këto. Na kritiku mbikëqyrjen e pavarësisë. Unë s'kam kritiku fare hiç. Po më na si e kena pse se kritikoj? E kritikoj në qoftë se mbikëqyrja ndikon negativisht, siç ka ndiku në krijimin e grupeve të interesit, dhe të punësimi mi bazë në grupin interesit, qoftë mi baza politike, krajnore, regionale dhe familjare, siç ka bërë në Kosovë. Çka ka konsistuar mbikëqyrja e pavarësisë Kosovës? Kush? Mbikëqyrja e pavarësisë Kosovës çka ka konsistuar? Çish kanë çka ka konsistuar? Çka ka konsistuar mbikëqyrja? Për çka u konë dizajnuar? Në të gjitha drejtimet ka qenë mbikëqyrja. Gjitha fushat. Mbikëqyrja e pavarësisë Kosovës. Kështu kuptohet ajo, se ndryshe s'ka qenë vetëm në çështjen e ligjit. Plani atisorit dhe pjesa kritike e planit atisorit, që i ka hap rrugë shpollës pavarësisë Kosovës, ju ka referuar mbikëqyrjes pavarësisë Kosovës. E ju përmend një element paraprakisht që ka të bëjë me këtë punë, që ka të bëjë që lidhet drejt për drejt me punën e liberalizimit vizave, me i ndihmu institucionet e Republikës Kosovës me ushtru pushtetin shtetëror mbi tërë territorin e vet. E që çat pik nuk e kam rrinë mbikëqyrja e pavarësisë Kosovës. Mbikëqyrja e pavarësisë Kosovës nuk ka dizajnuar me ndihmë diçka në natyrën, as falim për këtë çështje. Jo thatë më përpara që mbikëqyrja e pavarësisë Kosovës ka shkuar në kontekst të ndërtimit të politikave nepotiste. Nuk ka qenë dizajnuar për këtë. Hajde tregot. Atë morim atë që punësimin në Kosovë. Veç edhe një element tjetër. Elementi tjetër. Kjo, domethënë çka ju thatë, tash na po bëjmë thirrje për me këty Kosovën vitin 2007. Jo, absolut. Ç'është i bën kjo punë? Hajde ju ka dhënë neve çfarë për det. Kjo çështje që ju interpretoni sipas asaj si mendoni se është mirë me interpretim. Pra mos e interpretoni. Jo, vetëm një element. Zgjedhjet në Kosovë. Për marrëm shembullin e protestave në Berlin, vitin 1989. Ata kanë thonë, we are the people, na jemi populli. Kanë filluar dhe kanë bërë ndryshime edhe kanë rrezuar murin e Berlinit. Normalisht kanë kërkuar mbështetje pe qeverisë të Bashkuara të Amerikës së të tjera. Nëse na hala mendojmë, edhe sillemi si fukara shumë të lartë. Hajde Allah hile, ju zgjidhni problemet neve. Na atëherë nuk do ta ashtu. Na nuk do të mendojmë importimin e zgjidhjes problemeve. Zgjidhja e problemeve do të bëjmë na vetvetes, na nuk du me marr Brukseli edhe më përpara shqipe me morta dhe me qua aty dhe më thonë çfarë çdo. Çfarë thotë? Ajo mund tash këshilla. Edhe këshilla që na i kanë dhënë, jenë thonë hajde ulën në Bruksel. Ti thaq, tash ti Mustafa ka më shku me të nanin, edhe ti Vučić edhe gjeni zgjidhje të cilat asnjëherë deri që tash nuk kanë qenë favor. E në këtë rast po ndërhyn Brukseli. Apo ndërhyn drejt për drejt, ai po ta lehtëson procesin e dialogut, po në mos të madhe po ti imponon. Unë natyrisht s'du me fajsu Brukselin këtë rast, sepse fajtorit kryesor janë qeveria jonë, jemi na vetë. Po na vetë kena biseduar për bisedimet e Vjenës. Bisedimet e Vjenës, apo edhe profesori i Vjenës sa shtot Brukseli Një sekund, ata po na imponojnë e zgjidhjet. Sa ekspertat qeverisë Kosovës kanë shku me dokumente në qantë me negocium në Bruksel? S'kan shku kurrë. Po, ata kanë lyvet. Ata kanë shku qatë mund, s'ka po të ekspertizë. Mos dolën mbi temës. Çfarë imazhi i jep Kosovës këto pamje të cilat ne jemi duke parë, domethënë çdo ditë? Unë kisha më ndërlidh me u kthi pak më herët, veç me fol për imazh të vendit në përgjithësi, jo të Kosovës. Përfshirë edhe atë reklamën që keni bërë, domethënë çka kushtuar disa milion në vendit, sepse kanë herë hipen shumë detyrat moja disa projekteve, mirë po çka është më rëndësi me kuptu se mu më ka ndodhur që marr me këtë punë dhe pastaj kum studiu edhe shtetet tjera, është që në imazhin e vendit vjen shumë kohë mu kriju, si për mirë, po vjen edhe shumë kohë mu prish. Domthon, asnjë ngjarje, çfarë do të qoftë ajo, nuk mund të më ndiku shumë në imazhin e përgjithshëm të vendit. Po thotë që kjo nuk dikon shumë? Absolutisht është një ndikim shumë i vogël që mund të më pas në imazhin e Kosovës për momentin, sepse për më prish një imazh duhet më pas lajme jo me javë e me muaj, po me vite. Të mundi me marr shembull plot shtete, të cilat imazhin e kemi kriju për ta,
për 20 vjetë, edhe pastaj është shumë vështirë mu prisha imazh, sepse në momentin që ndalen këto procese, edhe kthehet situata si ka qenë më herët, e harron, nuk mendon pra se imazhi është ngulit. Deshta më thonë që nuk ndreqet imazhi i një venit lehtë, shumë vështirë është më ndreq, ose me kriju një imazh ashtu si ti don me të pa të tjerët, edhe dyta prishet ma letë, se sa që është më ndreq, po nuk është edhe ky proces shumë i shpejt. A mendon që e prishin këto pamje imazhin? Unë nuk mendoj që ka me ndiku diçka në imazhin tonë për momentin, absolutisht, sepse janë do ikje që ndodhen edhe shumë vende tjera, ka shumë problemat noja që kanë fokusin. E krem na kemi për momentin në Hungari njerëz më shumë se Siria, e cila është në konflikt, domethënë luftë. Kjo unë po mendoj që për momentin deri tash çka ka ndodhur nuk është që ka qenë më mirë para 2 muajve sa i përket imazhit, edhe është më keq sot. Mirë po, këto gjitha nuk e ndihmojnë, absolutisht nuk e ndihmojnë. Na imazhin ashtu kështu kemi të keq. Po du të thonë që nuk është që na kemi ndaj imazh të mirë, në mënyrë që veç zoti Bajushi ka tani. Çdo element pajtohet, që nuk e kemi të mirë sepse ka shumë gojë. Tash çka po du të thonë, po du të kthejmë atë punën që unë kom Niko. Ne kur kemi filluar në vitin 2009, kemi edhe për fat kemi pas fat që është përzgjedhur një kompani shumë e mirë ndërkombëtare që ka pas përvojën këtë fushë. E kemi marrë, kemi analizuar edhe kemi këshyrë se si duhet na me bëni me kriju një imazh për Kosovën. Edhe është do një budget, edhe shteti për herë por ka fillu me menu diçka me bëni budget, se zakonisht imazhi vend krijohet o në mënyrë të kontrolluar, o në mënyrë të pa kontrolluar. Domethënë, imazhi jon ka ekzistuar dhe formsohet, po formsohet zakonisht për të tjerëve që krijojnë imazh për ne. Për shembull, Serbia gjithmonë ka punuar kundër imazhit tonë, ka krijuar histori. E për herë por na si shtet, po them, fillum në vit mas pavarësisë me menu çish me komunikuna, që sadopak me minimizu këtë komunikim të keq që bëjnë të tjerë për neve, edhe na me fillu me komuniku në një formë qysh na e kemi të kontrollume, por e mujtë me përmesu imazhin tonë, e cila sipas nej si pasoj kish me pas edhe nashta investime, edhe turizëm dhe krejt. Edhe kanë qenë disa fazat para pome, edhe i kanë shtetë, tash po du me thonë një sen që nuk është Kosova që ka zbulu diçka të re. Faktikisht Kosova që ka bashkëndit në 190 shteteve që bojnë regullisht punojnë për komunikim të kontrollum, pi thamë, se nuk mujmë i thonë i marë se shteti nuk është një produkt. Shtetet e Bashkume rregullisht punojnë, Britania rregullisht punon, Turqia, secila, Singapori, këto e kanë Korea e Jugut, secila ka buxhetet mëdha, dikon i kanë 70 milion, dikon 50 milion, dikon 10 milion, po minimum që ndojnë shtetet që ekziston në manipulatura është rreth 1 milion vjet. Tash, dikush e ka një strategji, e sheh ku po do me mri, dikush fokusohet në turizëm, dikush fokusohet në imazh shtetin përgjithësi, dikush në zhvillim ekonomik ose të rrjetit investimeve. Çka ka ndodhur me neve tash po du me thonë ato që kemi nisë një proces, se kemi bën një fazë, se kemi krijuar një farë temeli, edhe ajo mbet çaty u lon çaty. Mirë po, vesh një fushat, po du me thonë, çfarë do qofta. Nuk është një TV reklam, se njerëzit e mohojnë kanë brendimin si një TV reklam që transmeton. Ai ka shumë aspekte që ndërlidhen në tokë, në terren, në shumë fusha të jetës. Mirë po, një fushat, çfarë do qofta, sa do e mirë qoftë, e tërheq vëmendjen. Mundet me tërheq vëmendjen e njerëzve, po puna në terren është ajo që është më rëndësi. Ti mund është. Okej. Zoti Bajush. Unë pra po them pamjet e prishin imazhin? Jo, unë mendoj se këto janë pamjet vërteta të Kosovës dhe të popullit të Kosovës se si realisht cila është gjendja reale. Pra po them është pasqyrë e thyer, ndoshta jo e dashur çfarë ne do ta shohim, por është realiteti në fakt, për shpreh realitetin e gjendjes shpirtërore edhe fizike të një pjesë të popullatës Kosovës. Pra ne nuk deri me tash kemi krijuar reklama kushtimisht folklorike se Kosova është vendi i bukur o i Kosovë nëna jon, por të gjitha këto reklama në një farë mënyre ndoshta kanë mund të ketë pasur efektin të një shtresë e caktuar, qoftë e bizneseve apo e vendeve tjera, por pamjet të cilat ne sot i shohim, është më mirë se i shohim kështu sepse janë pamje reale, janë vërtet pamje të dhimbshme, por janë pamje reale që bota let na njeh. Kjo është Kosova e vërtet? Kjo është një pjesë e Kosovës, por këta janë banorët e Kosovës, këta janë qytetarët tanë, këta janë e vërteta, në fakt, e vërteta e dhimbshme, por që në fakt paraqesin realitetin para Bashkimit Evropian dhe para gjithë opinionit dhe nuk e prishin imazhin, sepse imazhi do të prishej sikur qoftë edhe 10 shqiptarët Kosovës të krynin një krim në Berlin apo kudo qoftë në Evropë, ata do ta prishin imazhin. Këto nuk janë imazhet që prishin imazhin e Kosovës. Këto paraqesin dhembjen, i paraqesin një pamje të dhimbshme të realitetit në Kosovë dhe prapë po them unë përsëri e lus
lus opinionin, po mbi gjitha dhe vendin tonë, që të kemi mirë kuptim dhe mos drejtojmë akuza ndaj kësaj kategorie. Sepse këta janë pjesa e dhimbshme, janë pjesë e jonja, janë familjarë tanë, janë njerëz tanë të cilët kanë ikë për një dhembje, kanë ikë se kanë një dhembje dhe kanë ikë se duan të ashërojnë këtë dhembje, sepse nuk po mund të ashërojnë në vendin tonë. Janë pa mirale që nuk e prishin imazhin dhe nuk bën të drejtojmë akuza as për çështje të liberalizimit e as për çështje se po na prishin imazhin tonë. Imazhi i mirë eventualisht që mund të emetohet në Evropë, pa këto pamje do të jetë imazh i rrajshëm. Këto janë imazhet e vërteta të gjendjes. Çështja e imazhit është në dy anë duhet të shtojmë për mendimin tim. Ne kemi një numër mjaft të madh qytetarëve tanë, si nga Kosova, vice tjera shqiptarë, nga Shqipëria që jetojnë në shtete ndryshme të botës. Dhe në Evropë pothuajse në vitet e 80 dhe 90 në përcaktimin e imazhit të Kosovës dhe të shqiptarëve në përgjithësi ka ndikuar shumë vërmëtari kriminale, shumë vërmëtari të cilat kanë qenë shumë të dëmshme në prendim dhe në këtë drejtim ka ndihmuar shumë në atë kohë Jugosllavia, e cila ka qenë mjaft e fortë dhe kur ka pas interes që ka paraqitur si tek këtij shteti ose kur ka pas interes që ka paraqitur si vetë të tjera. Ikja e qytetarëve tonë aktualisht është rezultati i asaj të cilët folim deri më tash dhe këtë gjendje faktikisht të gjithë faktorët ndërkombëtar, edhe Berlini, edhe Brukseli, çdo qendër tjetër botërore ka ditur situatën ekonomike në Kosovë. E din mirë gjendjen sociale që ekziston. Dhe kjo është një reflektim i asaj të cilën ata kanë ditur. Ikja për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike, për shkak të gjendjes së rëndë sociale, të papunësisë, pa perspektivës në një vend, nuk ndikon tek shtetet ndryshme evropiane për të thënë se kemi të bëjmë një popull jo të moralshëm, kemi të bëjmë një popull jo të ngritur, po kemi të bëjmë një popull që thotë ka gjendjen e rëndë ekonomike, ai do në bukë më hongër, ose do në vendet punës. Dhe tani ky zotëria me mekanizmin e vet që ka subir, le të paraqet 50.000 reklama. Në qoftë se ata dinë se ne kemi 60% pa punë. Në qoftë se ata dinë se 500.000 vetë jetojnë me një euro 30 cent. Kjo është një gjendje të cilën i vjen keq çdo qytetari pastaj në kuadër të Unionit Evropian, çdo shteti në kuadër të Unionit Evropian, për gjendjen që ne kemi sjellë në Kosovë, që qytetarët tonë mos me pas perspektivën me vetë këtu drejt për së drejti. Po, shkurt se jemi minutat të fundit. Ndërsa ne mund të paraqesim mendime, mund të paraqesim reklama të ndryshme televizive, sikur ka bërë qeveria e Kosovës në forma të ndryshme, por ato nuk e ngritin imazhin në qoftë se brenda një dite ose brenda një viti në Der Spiegel ose në La Liberacion ose në për gazeta tjera del kryeministri si kriminal, del XY si njëri që i ka kriju 50 milion euro i ka aktualisht në për bankat të ndryshme, del tjetër qeveritari cili i ka makinën e blen 200.000 euro kur në një popull nuk e ka bukën me hongër. Këto Der Spiegelin është një gazet që e lexon jo vetëm Gjermania, po pothuajse këtë Evropa. E duni ta dini se çaty të prishet imazhi ty me çet punim, po jo me ikjen e qytetarëve tonë, të cilët për shkak të gjendjes së tillë kanë ikur dhe kanë shkuar atje. Kështu. Janë 3 tipet kompanive në botë që identifikohen 3 grupe, edhe normalisht zhvillimi ekonomik i një vendi, sidomos të një vendeve që aspirojnë më anëtarësu në Bashkimin Evropian, nuk mundet me konë gjithmonë produkt i kapacitetit të buxhetore, po është gjithmonë so ky shtet është atraktiv për këto investimet e jashtme direkte. Sikur është rasti i Çekisë, rasti i Slovakisë, historitë të tjera. Tash këto tipe të shteteve, çfarë është tipi i shtetit tonë. Që të 3 tipet kompanive që janë tipe që dohen 3 grupe, është tipi i kompanive më serioze, më të fuqishme në botë, që quhen të bardha ose bëjnë pjesë listën e kompanive të bardha, dojnë quhen tenta, që e dojnë në ambient politik edhe ekonomik ku gjysa e veprimtarisë është legale, gjysa është jo legale, edhe një tip tjetër i kompanive që janë kompani në lista të zeza që ato kompani dojnë me konë prezente në ato shtete që nuk funksionë në rëndi dhe ligji. Mirë po normën e profitit vetë maksimizojnë për mes strukturave kriminale ose mafioze. Fatkeqësisht, kretë këto veprime, kretë këto sa në qka u falen më përpara, imazh do më thonë, bërësh asnjëherë nuk e kumë posë tendencën më thonë që këta janë fajtorët e gjendjes tonë. Fajtorët e gjendjes tonë janë ata që morrin vendime për neve. Në qeveritë të ndryshme që kena posë na të gjitha. E kur thash për qeverinë aktuale, për qeverinë, veç shkurt. Prishin imazhin pamjet të cilat ne dem. Dhe unë thash se këta njerëz, këta autobus janë me njerëz hallaxhi, por nuk e prishin imazhin. Do ta prishin imazhin sikur këta autobus të nxiheshin kufi me drogë ose me veprimtari ilegale. Kështu do të prishë imazhin. Kriminale, përndryshe këta nuk janë, këta janë njerëz hallaxhi. Përfundoj mendimin se shkurt s'kemi. Këto
këto imazhe tregojnë për një vend ku nuk funksionon rani edhe ligji. Tregojnë që një vend tregojnë që në një vend krimi i organizuar dhe korrupsioni në shkollën më të lartë, ku politikat përkatësisht vullneti politik është inekzistent, nuk ekziston. Pikërisht, prandaj kompanitë që kanë lista këto kompani që vola më përpara, i kanë listat e krejt shteteve, listat vetë e kanë krejt shtetet. Normalisht, na nuk kem atraktiv për kompani që gjenden në listën e bardhë. Ato kompani që janë në listën e bardhë janë kompanitë që e bojnë të mundshëm zhvillimin ekonomik. Këto kompanitë në listën e hend edhe të zezë nuk e bojnë zhvillimin ekonomik të atij shteti, përkundrazi eksploatojnë. E çfarë tipit kompanive kem na këtu në Kosovë? Të jashtme, tipit të mesëm ndoshta edhe të tretë. Na nuk kem halo asnjë kompani. Ne kemi dalë për terminit, ju lutem. E di që ka sepse viçore s'fola për imazhin. Kemi dalë për terminit. Imazhi për mu është veç fotografia pa Photoshop. Këto janë fotografia pa Photoshop, pa kozmetik e Kosovës, çashtu që jemi na. Me qete... Zakonisht imazhi real edhe imazhi që e shohin njerëzit veten kur nuk përputhet. Gjithmonë na shohim veten më mirë se që na shohin të tjerë dhe gjithë të tjerë na shohin më keq se që jemi në realitet. Mirë po, desha me thonë të këto kompanitë e ranit parë që qujte, as ma herë nuk kemi qenë domethënë atraktive. Nuk është kjo që tash më një mujt dite, desha me thonë që pse mendoj që imazhi i vendit nuk prishet me një periudhë të shkurt, është se as nuk krijohet për një periudhë të shkurt, as nuk prishet për një periudhë të shkurt. Kemi rastin e Greqisë, kemi rastin e Ukrainës që tash, në momentet që i zgjedhin ato probleme, më një vitit harron ato probleme dhe kthehen në vendin ku janë kanë. Kështu që nuk isha prengosaj për këtë imazhit për momentin. Japim fund sepse flasim për zgjidhjen. Okej, ndoshta po, 2-3 minutat e fundit. Okej, nëse mujnë e shumë shkurt. E para, qeveria jonë mundet me i marrë disa veprime të menjëhershme, të cilat nuk do ta zgjidhin menjëherë problemin, por do ta rikthenin atë që gjithë ne u pajtuam, që është një nga arsyet pse këta qytetarë po ikin, e që është shpresa. Ka mujt me i bo menjëherë. E para, duke zvoglu numrin e zëvendësministrave, jo duke i rrit ata. E dyta, duke vu në kryet të qeverisë persona të besueshëm, e jo si që ka bërë deri me tash kjo ministri, i ka zgjedh ministra të cilat as subjektet e veta nuk i kanë votu, dhe e treta me ullë... Ja, kjo është fjallor politik shqipe. Absolutisht, por për jetë zgjedhje politike. Jo, që se ju do të kishit qenë në qeveri, që kishit bërë vendosja? E para do t'ulleshim, do t'i shyrtonim edhe njëherë gjitha proceset që ka ndodhë, disa kontrata të cilat janë totalisht e padrejta dhe janë me këto kompanit e lisës zes për cilat po flet Avniu, edhe do t'i orientonim bugjetin e shtetit dika tjetër. Jo tek një bugjet konsumues, por e para në bujqësi, në krijimin e vendeve të punës, në ndërmarrje të vogla dhe të mesme. Nuk është zgjidhja bizneset e mëdha, e provum, nuk funksionoj. Hajde t'i kthehemi ndërmarrje të vogla të mesme, të fillu prej bujqësisë, të fillu prej zanateve të ndryshme të cilat fillimisht do të e plotësoni një pjesë të nevojës së tregut. Në rregull. Është më gjatë, nuk vujmë 3 minuta, po ose me 1 minutë. E këtë thumë për afërsisht. E pare nuk besoj në masa administrative çfarë do qofshin ato që do të merrte qeveria dhe nuk besoj as në këto prognozat politike që i bën Shqipja se me zvogëlimin e zëvendësministrave do të kthehen këta njerëz. Unë do të bashkohem protestën. Një minutë, unë do të protestoj bashkë me ty, nëse vërtet këta njerëz do të kthehen dhe qeveria do të bie. Por nuk është tu, nuk zgjidhet ajo as me zvogëlimin e numrit të zëvendësministrave se po jep konotacion politik. Domethënë, ky është një proces i cili unë po besoj që me kohë, në mos jo, në një kohë relativisht jo të gjatë, mos themi edhe muj, dal nga dal do të bie ky fluks i njerëzve, sepse njerëzit jo të gjithë duan të largohen nga Kosova. Mund paragjikojnë, mund edhe të rritet. Jo, unë po besoj, por ky është mendimi im. Jo të gjithë, mirë, ky është mendim. Jo të gjithë kanë mendim të largohen nga Kosova, dhe jo të gjithë kanë mundësi që të largohen nga Kosova, prandaj unë po pres një trend të rënies dhe me fillimin e procesit të kthimit të ngadalshëm, njerëzit do të heqin dorë edhe ata që kanë përfundoj. Ikja e tashme është rezultati i paraqësive të mëdha që janë bërë dhe natyrisht është një shpërthim. I kuptuam ato profesor. Së dyti, ki masa administrative, me masa administrative kuptojmë lenjen e lëvizjes qytetarëve të lirë, që të lëvizin nga një vend tjetër me bazë të dokumentave zyrtare që i kanë, po jo me lejen e njoftimit me kalu nga Kosova në Serbi. Së treti, krimin dhe fillimin për të ndërtuar një politikë ekonomike zhvillimore në Kosovë
duke marrë përballë resurse që i ka ky vend, qoftë në bujqësi, qoftë në blegturi, qoftë në ekonominë e vogël ose familjare, tutje, në mënyrën sa më shpejt të shkohet ka hapja vendeve të reja të punës. Desa ne nuk e kemi një mekanizëm, një shtap magjik, themi një shtap magjik, themi të ndalim aktualisht. Mundemi vetëm mbyll me policinë dhe ushtrinë tonë që kemi edhe ashtu të dobët kufit, dhe ashtu mund të ndalim, pa ajo nuk është logjike, nuk është njerëzore. Pra ne kjo është ajo në përgjithësi që mund na shkon. Megjithëse shumë vështirë me 3 fjalime. E di, profesor. Gjithmonë për mo zgjedh problemet, drejt duhet më adresu drejt, edhe më di çka është problemi kryesor. Edhe me këshyr faktikisht si shtatë profesori, në cilë sektor janë ata që ne mujmë më u zhvillu në sektorit ekonomik. Pastaj me këshyr, cilët janë faktorët që shumë investitorë nuk po vinë në Kosovë, po shkojnë të fqintë, edhe me lanë këto lafet që imi mësumi një Kosova qendër e Evropës e sa në atraktiv, po me adresu problemet konkret edhe me u bo shumë atraktiv, thjesht me iftu, me armë investu, e në momentin që hapën 4-5 fabrika ose 10 edhe të punësohen njerëzit, do të ndrojnë komplet kjo perceptim edhe do ndryshojnë gjonat. Tri këshilla për të shkojnë vendimin politike për neve. E para, unë kësha dashur që sonte mi po 3 figurat kryesore të shtetit, presidenten, kryetarin e kuvendit, sepse si për hierarkisë kushtetuese kryetari i kuvendit është i dyti, dhe kryeministri me shku për çdo natë me bisedu me këta njerëz që po largohen. Çdo natë, të fillu pi sonte. Veprimin e dytë që unë kisha dashur me pa këtyre njerëzve, me iniciativë të këtyre 3-ve, me e morë iniciativë për dhënien e rrugave të janarit të 3500 zyrtarëve të lartë publik që i kemi në Kosovë për familjet e varfër në Kosovë. Kjo është veprim që tregon solidaritet, jo zgjidhjet problemit, por solidaritet me problemet që kanë njerëz, sepse këta e kanë dhënë një sinjal për zgjidhjen, sepse mungon dozat e solidaritetit nga njerëzit. Veprimi i tretë që kish hap mundësi investimet të jashtme, por dhe politikat të tjera zhvillimore ekonomike, është vullneti politik për me e reformu administratën publike në esencë. Nga 114.000 njerëz sa i kem, me reduktu në 40 dhe në 45. Unë ju falenderoj shumë edhe që keni akoma për të shtuar për këtë temë, sepse është një temë shumë e gjerë, edhe një temë e cila është aq aktuale sa që gjithmonë ki për të thënë diçka. Si do qoftë të ndruar shikues, unë falenderoj shumë që na ndoqët ne shihemi të shtunën tjetër dhe shpresojmë që ky fluks i ikjes së qytetarëve tanë të ndalet edhe të bëhet një zgjidhje për ta këtu brenda shtetit tonë. Mirupafshim dhe shihemi të shtunën tjetër.